Kur inspektorët e policisë hynë në vilën e Nexhmie Pagarushës në Prishtinë në mëngjesin e 26 shkurtit të vitit 2013, 6 muaj pas largimit të saj nga kjo botë, ata gjetën në një sirtar të mbyllur me çelës në dhomën e gjumit një kaset audio të vjetër, e shënuar me shkrim dore me datën 10 janar të vitit 2012, vetëm 47 ditë para se zemra e saj të ndalonte së rahuri. Në atë kaset, zëri i Nexhmie Pagarushës, ai zë që kishte bërë të qanin miliona shqiptar, ai zë që kishte kënduar Bareshën mira herë në 50 vjet karrierë, nuk këndonte, por fliste. Dhe fjalët që ajo tha në atë incizim të fundit nuk ishin për publikun, ishin për veten e saj, ishin një lloj rrëfimi që ajo nuk kishte guxuar ta bënte kurrë me zë të lartë. Unë këndova Bareshën për herë të parë në vitin 1967 dhe njerëzit menduan se ishte kënga më e bukur e dashurisë që kishin dëgjuar ndonjëherë, por ajo që ata nuk e dinin ishte se çdo herë që e këndoja, unë nuk këndoja për dashuri, por për burg, sepse Rexho nuk më donte, ai më zotëronte. Dhe ka një ndryshim të madh midis këtyre dy gjërave, një ndryshim që unë e kuptova shumë vonë, kur tashmë ishte tepër vonë për t'u larguar. Kjo kaset u zhduk nga inventari zyrtar brenda 24 orëve dhe familja e Nexhmie Pagarushës deklaroi se ishte vetëm një kujtim personal pa rëndësi, por ata që e njihnin vërtet Nexhmien, ata që kishin parë sytë e saj kur këndonte atë këngë që u bëhimni një kombi, e dinin se ajo kaset nuk ishte thjesht një kujtim, ishte një dëshmi, ishte një akuzë e fundit. Ishte zëri i një gruaje që kaloi 52 vjet duke buzëqeshur në skenë ndërsa brenda saj diçka po vdiste ngadalë. Not pas note, koncert pas koncerti, derisa nuk mbeti asgjë përveç asaj maskës së përsosur që ajo kishte mësuar ta mbante edhe kur ishte vetëm, edhe kur askush nuk po e shikonte, sepse ajo kishte harruar se si dukej fytyra e saj e vërtet pa atë maskë. Pyetja që askush nuk guxoi ta bënte me zë të lartë gjatë atyre ditëve të zeza pas largimit të saj, pyetja që u mbyt nën lule dhe fjalime të bukura në funeral, ishte kjo. Çfarë fshihej vërtet pas asaj çifte që e gjithë Kosova dhe e gjithë Shqipëria e adhuronin si shembullin e dashurisë së vërtetë? Çfarë ndodhi në ato 52 vjet kur Nexhmie Pagarusha dhe Rexho Mulliqi dukeshin si dy gjysma të një tërësie të përsosur, kur ata qëndronin krah për krah në çdo foto, kur ai e shoqëronte në çdo koncert, kur ajo fliste për të me atë zë të butë që dridhej nga ajo që të gjithë mendonin se ishte dashuri, por që në të vërtetë ishte frikë? A ishte Rexho Mulliqi vërtet burri që e donte gruan e tij aq shumë sa nuk mund të jetonte pa të, apo ishte ai zotëruesi që e konsideronte atë si pronë të tij, si një sen të bukur që duhej mbajtur në një kafaz të artë, larg syve të botës, larg duarve të tjerëve, larg edhe vetë jetës? Dhe më e rëndësishmja, sa kushtoi vërtet Baresha? Jo në para, jo në famë, jo në duartrokitje, por në jetë, në liri, në ato copëza të vogla të shpirtit që Nexhmie Pagarusha dha çdo herë që hapi gojen për të kënduar atë këngë që e bëri legjendë, por që gjithashtu e bëri robëresh të një burri që e donte aq shumë sa e konsideronte pjesë të trupit të tij, diçka që nuk mund të ekzistonte veç mas, diçka që nëse do të largohej, do të ishte si të priste një gjymtyr, dhe ai nuk ishte i gatshëm ta lejonte këtë, kurrë, as edhe nëse kjo do të thoshte ta mbante atë të burgosur deri në ditën e fundit të jetës së saj? Nexhmie Pagarusha nuk lindi në një pallat as në një familje artistësh, por në një shtëpi të thjeshtë prej balte dhe guri në fshatin Pagarush të Gjakovës, ku në 25 maj të vitit 1943, në mes të luftës së dytë botërore, kur Kosova ishte nën okupimin italian dhe gjerman, erdhi në jetë si vajza e parë e Ahmetit Pagarusha. Një bujk që punonte tokën me duart e tij të ashpra dhe që besonte se e vetmja pasuri e vërtet në këtë botë ishte nderi dhe familja, dhe e Fatimes, një grua që qepte rroba për fqinjet për të fituar disa grosh që do t'i ndihmonin familjen të mbijetonte në ato kohë kur buka ishte e rrallë dhe e ardhmja ishte e pasigurt si mjegulla e mëngjesit. Ishin njerëz që e dinin vlerën e çdo cope buke, të çdo pike uji, të çdo ore pune, sepse jetonin në një kohë kur Kosova ishte një tokë e harruar nga Zoti dhe nga njerëzit. Një tokë ku shqiptarët jetonin si qytetarë të klasës së dytë në vendin e tyre, ku gjuha e tyre nuk lejohej në shkolla, ku emrat e tyre shkruheshin me shkronja që nuk i përkasin alfabetit të tyre, ku çdo ditë ishte një luftë e vogël për të mbetur shqiptar, për të mos harruar kush ishin, nga vinin, çfarë gjaku rrinte në venat e tyre, çfarë këngësh këndonin gjyshërit e tyre kur ende ishin të lirë. Nexhmia e vogël u rrit në një mjedis ku nuk kishte shumë për të qeshur, sepse jeta ishte e vështirë dhe e ardhmja e pasigurt, por kishte diçka që e bënte atë shtëpi ndryshe nga të tjerat në fshat, kishte muzikë, kishte këngë,
kishte atë zë të mrekullueshëm të nënës Fatime që këndonte gjatë gjithë ditës, këndonte kur gatonte mbi zjarrin e hapur, kur lante rrobat në lum, kur qepte me duar të lodhura, kur punonte në kopsht në diellin e nxehtë të verës, dhe zëri i saj ishte si një urë që lidhte. Të tashmen e vështirë me një të kaluar më të bukur, me kohën kur gjyshërit e tyre jetonin të lirë në malet e tyre, kur këngët nuk ishin thjesht argëtim por ishin histori, ishin kujtesë, ishin mënyra se si një popull i transmetonte fëmijëve të tij se kush ishin dhe çfarë duhej të mbronin edhe me çmimin e jetës. Nexhmia filloi të këndonte para se të mësonte të fliste si duhet, filloi të imitojë nënën e saj, dhe kur ishte vetëm 4 vjeç dhe këndoi për herë të parë një këngë të plotë. Ishte një baladë e vjetër për një nuse që linte shtëpinë e babait dhe shkonte në shtëpinë e burrit dhe që qante sepse e dinte se nuk do të kthehej më kurrë. Nëna e saj Fatime u ndal në mes të punës dhe e shikoi me sy plot lot, sepse ajo që dëgjoi nuk ishte zëri i një fëmije, ishte diçka më e vjetër, më e thellë, më e errët, sikur ajo vajzë e vogël kishte brenda saj shpirtrat e të gjitha grave që kishin kënduar atë këngë para saj, sikur ajo ishte vetëm një enë përmes së cilës diçka e lashtë dhe e shenjtë po fliste. Diçka që vinte nga thellësitë e kohës dhe që kishte zgjedhur atë trup të vogël për t'u shfaqur në këtë botë. Kur Nexhmie ishte 7 vjeç, në vitin 1950, babai i saj Ahmeti e çoi në Gjakov, në një festë lokale ku kërkoheshin fëmijë që dinin të këndonin për të argëtuar mysafirët që kishin ardhur për të festuar dasmën e një njeriu të pasur nga qyteti. Nexhmia ishte e vogël, e dobët, me flokë të gjatë të zinj që i binin deri në bel dhe që nëna i kishte thurur në 2 bishtë, me sy të mëdhenj të zinj që dukeshin shumë të mëdhenj për atë fytyrë të vogël dhe të bardhë. Dhe kur u ngjit në atë skenë të improvizuar, ishte vetëm një tavolinë e vjetër e mbuluar me një qilim të kuq, dhe filloi të këndonte një këngë për malet e Kosovës, për lirinë e humbur, për dëshirën e një populli për të jetuar në paqe në tokën e tyre, njerëzit që po flisnin, po hanin, po pinin, ngadalë filluan të heshtnin njëri pas tjetrit, derisa e gjithë dhoma ishte e heshtur si një varrezë dhe të gjithë po dëgjonin atë vajzë të vogël që këndonte me një zë që nuk duhej të ekzistonte në një trup kaq të vogël. Një zë që kishte fuqi, thellësi, një zë që të prekte diku thellë në gjoks, diku ku fjalët nuk arrin, diku ku vetëm muzika mund të hyjë dhe të prek atë pjesë të shpirtit që mbetet e fshehur nga bota. Kur ajo mbaroi, kishte heshtje, një heshtje që zgjati aq shumë sa Nexhmia filloi të shqetësohej se kishte bërë diçka gabim, se ndoshta nuk kishte kënduar mirë, se ndoshta njerëzit nuk e kishin pëlqyer, por pastaj një burr i vjetër, një plak me mjekër të bardhë që kishte jetuar nëpër 2 luftëra botërore dhe që kishte parë gjithçka që një njeri mund të shohë në këtë jetë, u ngrit nga vendi i tij dhe filloi të duartrokasë. Dhe pastaj të gjithë të tjerët u ngritën dhe duartrokitën, dhe disa prej tyre kishin lot në sy, dhe babai i Nexhmie, Ahmeti, qëndroi në një qoshe dhe shikoi vajzën e tij dhe e kuptoi se ajo nuk do të jetonte jetën e një gruaje të zakonshme, se ajo kishte diçka që Zoti ja kishte dhënë për një arsye, dhe se ai si baba kishte detyrën ta mbrojë atë dhuratë, por gjithashtu kishte frikë, sepse e dinte se talentet e mëdhenj sjellin jo vetëm bekime, por edhe mallkime, sepse bota nuk i lë njerëzit e talentuar të jetojnë në paqe, bota i do, i adhuron, por gjithashtu i konsumon, i thith, i zbraz derisa nuk mbetet asgjë përveç emrit dhe kujtimit. Lajmi për vajzën e vogël me zërin e artë u përhap shpejt nëpër Kosovë, nga fshati në fshat, nga qyteti në qytet, si një zjarr që përhapet në një fushë të thatë. Njerëzit filluan taftonin në dasma, në festa, në ngjarje dhe Nexhmia këndonte kudo ku e thërrisnin dhe familja e saj filloi të fitonte pak para nga ato performanca, para që i ndihmonin të jetonin pak më mirë, që i ndihmonin të blenin bukë pa numëruar çdo grosh, që i ndihmonin të riparonin çatin e shtëpisë që rrjedhte kur binte shi, por që gjithashtu filluan të ndryshonin diçka në dinamikën e familjes, sepse tani Nexhmia nuk ishte thjesht një vajzë, ajo ishte një burim të ardhurash, ajo ishte diçka që duhej mbrojtur, menaxhuar, kontrolluar, sepse nëse diçka do t'i ndodhte asaj, nëse ajo do të humbiste zërin, nëse ajo do të sëmurte, e gjithë familja do të kthehej në atë varfëri nga e cila sapo kishin filluar të dilnin. Kur Nexhmia ishte 10 vjeç, në vitin 1953, një burr erdhi në shtëpinë e tyre, një burr që veshej mirë me një kostum të zi që dukej i shtrenjtë, që fliste me siguri dhe autoritet, që kishte lidhje me Radio Prishtinën dhe me njerëzit që vendosnin se kush do të dëgjohej në radio dhe kush jo, dhe që i tha babait të Nexhmie se vajza e tij kishte potencial të bëhej një yll i vërtet, jo vetëm një këngëtare lokale që këndon në dasma, por një yll kombëtar që do të dëgjohej në të gjithë Jugosllavinë, por se për këtë ajo kishte nevojë për trajnim profesional, për mësues të mirë, për mundësi që vetëm qyteti mund t'ia jepte.
dhe se ai personalisht ishte i gatshëm ta merrte nën krahun e tij dhe ta ndihmonte të arrinte atë që meritonte. Ai burr quhej Reggio Mullici dhe ishte një kompozitor i ri, rreth 25 vjeç, që sapo kishte filluar të bëjë emër në skenën muzikore të Kosovës dhe të Jugosllavisë. Reggio nuk ishte i bukur në kuptimin klasik, ishte i mesëm në lartësi, me shpatulla të gjera që i bënin të dukej më i fortë se sa ishte në të vërtetë, me sy të errët që të shikonin me një intensitet që të bënte të ndiheshe i vëzhguar, i studiuar, i analizuar, sikur ai po të lexonte mendjet dhe po të peshonte vlerën, me një buzëqeshje që ishte gjithmonë pak më e ngadaltë se sa duhej, sikur ai po llogariste diçka para se të buzëqeshte, sikur çdo gest i tij ishte i planifikuar, i kontrolluar, i llogaritur për të arritur një efekt të caktuar. Por kishte diçka në të që të bënte ta dëgjoje, një autoritet natyror, një siguri që vinte nga dikush që e dinte se çfarë donte dhe që nuk kishte frikë të merrte atë që donte, një ndjenjë se ai ishte dikush që kishte plane, ambicie. Dikush që nuk do të ndalej derisa të arrinte atë që kishte vendosur të arrinte, pavarësisht se çfarë do të duhej të sakrifikonte në rrugë, pavarësisht se kë do të duhej të linte pas, pavarësisht se sa zemra do të duhej të thyeshin që ai të arrinte në maj. Ai I tha Ahmetit se Nexhmia duhej të vinte në Prishtinë, se ai personalisht do të kujdesej për trajnimin e saj, se do ta prezantonte me njerëzit e duhur, se do të sigurohej që ajo të merrte mundësitë që meritonte, se do ta bënte atë që ajo ishte krijuar të ishte, një yll që do të shkëlqente në qiellin e muzikës shqiptare për dekada të tëra. Ahmeti ishte skeptik, ai nuk e njihte këtë burr, nuk e besonte plotësisht, kishte atë instinkt të babait që I thoshte se diçka nuk ishte në rregull, se ky burr po shikonte vajzën e tij me sy që nuk ishin vetëm profesional, por kishte diçka tjetër në atë vështrim, diçka që e bënte të ndihej I shqetësuar, por ai gjithashtu shihte se Nexhmia po e shikonte Regjon me sy plot admirim, po e dëgjonte çdo fjalë që ai thoshte sikur ishte ungjilli, dhe Ahmeti e kuptoi se nëse do të thoshte jo, vajza e tij do të zhgënjehej, do të mendonte se babai I saj po ja pengonte ëndrat, dhe ai nuk donte të ishte ai lloj babai, ai nuk donte që vajza e tij ta kujtonte si burrin që I tha jo kur ajo kishte mundësinë të bëhej diçka e madhe. Kështu që në vjeshtën e vitit 1953, Nexhmie Pagarusha, në moshën 10 vjeç, u shpërngul në Prishtinë për të jetuar me një teze të largët që kishte një apartament të vogël në një pallat të vjetër pranë qendrës së qytetit, dhe për të studiuar muzikë në mbikëqyrjen e Reggio Mullicit. Ajo ishte një vajzë e vogël në një qytet të madh, një vajzë që fliste vetëm shqip në një vend ku gjua zyrtare ishte serbo-kroatishtja dhe ku nëse nuk e dija atë gjuhë ishe I izoluar, I përjashtuar, I konsideruar inferior. Një vajzë që kishte parë vetëm fshatin e saj dhe tani po shihte ndërtesa të larta që I bllokuan diellin, rrugë të asfaltuara ku makinat vrapuan me shpejtësi të frikshme, njerëz që ecnin shpejt dhe që nuk të shikonin në sy kur kalonin pranë teje, që nuk të përshëndesnin, që jetonin në botën e tyre të mbyllur dhe që nuk kishin kohë për një vajzë të vogël nga fshati që nuk e dinte se si funksiononte qyteti. Ajo ndjeu frikë, vetmi, dëshirë për t'u kthyer në shtëpi, për të parë nënën e saj, për të dëgjuar zërin e saj që këndonte në mëngjes, për të nuhatur erën e bukës që piqej në zjarr, për të parë malet që rrethonin fshatin e saj dhe që e bënin të ndihej e sigurt, e mbrojtur, e dashur, por çdo herë që mendonte të dorëzohej, çdo herë që mendonte t'i thoshte tezes se donte të kthehej në shtëpi, ajo kujtonte zërin e Reggios, fjalët e tij, premtimin e tij se ajo do të bëhej diçka e madhe, dhe ajo vendosi të qëndronte, të përballonte, të luftonte kundër asaj frike që e gërryen nga brenda. Reggio Mullici filloi ta trajnonte Nexhmien me një intensitet që ishte pothuajse obsesiv, me një përkushtim që shkonte përtej asaj që një mësues normal do t'i kushtonte një nxënëseje. Ata takoheshin çdo ditë, orë të tëra, në një studio të vogël që Reggio kishte marrë me qira në një ndërtesë të vjetër pranë Radio Prishtinës, ku ai mësonte teknika të këndimit që ai kishte mësuar nga mësuesit më të mirë në Beograd, ku ai kishte studiuar kompozim dhe orkestrim, ku ai mësonte si të kontrollonte frymëmarrjen që të mos I mbaronte ajri në mes të një fraze të gjatë, si të përdorte rezonancën e kokës dhe të gjoksit për të krijuar atë tingull të pasur që e bën një zë të dallohet. Nga mira zëra të tjerë, si të interpretonte një këngë jo vetëm me zë por me shpirt, me trup, me çdo qelisë të qenies së saj. Por kishte diçka tjetër në atë trajnim, diçka që Nexhmia nuk e kuptoi plotësisht atëherë, por që do ta kuptonte vite më vonë kur do të ishte tepër vonë për të bërë diçka. Reggio nuk po e trajnonte thjesht si një mësuese trajnon një nxënëse. Ai po e formonte, po e modelonte, po e shndërronte në vizionin e tij të asaj që duhej të ishte një këngëtare perfekte, jo sipas standardeve të saj, jo sipas dëshirave të saj, por sipas vizionit të tij, sipas asaj që ai donte që ajo të ishte.
Ai vendoste çfarë këngësh do të këndonte, çfarë rrobash do të vishte kur do të performonte, si do të qëndronte në skenë me këmbët pak të hapura për të pasur ekuilibër më të mirë, si do të lëvizte duart për të theksuar fjalët e këngës, si do të shikonte publikun me atë vështrim që ishte njëkohësisht i largët dhe intim, si do të buzëqeshte në fund të këngës me atë buzëqeshje që dukej e sinqert, por që në të vërtetë ishte e studiuar, e provuar para pasqyrës qindra herë derisa të bëhej automatike. Ai kontrollonte çdo aspekt të performancës së saj dhe Nexhmia, që ishte ende një fëmijë, që donte të pëlqejej, që donte të bënte krenar këtë burr që po i jepte aq shumë vëmendje, që po investonte aq shumë kohë dhe energji në të. Pranoi të gjitha këto rregulla pa pyetur, pa kundërshtuar, sepse ajo mendonte se kjo ishte mënyra se si funksiononte bota e muzikës, se kjo ishte çmimi që duhej paguar për të qenë e mirë, për të qenë e suksesshme, për të arritur atë që ajo ëndërronte të arrinte. Kur Nexhmia ishte 15 vjeç, në vitin 1958, ajo bëri performancën e saj të parë të madhe në Radio Prishtinën, ku këndoi një këngë popullore që Rexho kishte riaranxhuar posaçërisht për të, duke i shtuar harmoni moderne, duke i ndryshuar melodinë në disa vende për ta bërë më dramatike, duke e transformuar nga një këngë e thjesht fshatare në një baladë që kishte fuqi emocionale që të bënte të qaje edhe njerëzit më të fortë. Performanca ishte një sukses i jashtëzakonshëm, njerëzit që e dëgjuan në radio filluan të telefonojnë në stacion, të pyesnin kush ishte ajo vajzë me atë zë të mrekullueshëm që dukej se vinte nga një botë tjetër. Dhe brenda një nate Nexhmia Pagarusha u bë një emër që të gjithë po e përmendnin, një emër që po shkruhej në gazeta, një emër që po përsëritej në rrugë, në tregje, në shtëpi, kudo ku njerëzit mblidheshin dhe flisnin për muzikë, për art, për bukurinë që ende ekzistonte në këtë botë të vështirë. Por ajo që askush nuk e pa, ajo që askush nuk e kuptoi, ishte se pas atij suksesi, pas atyre duartrokitjeve, pas atyre lavdërimeve, Rexho Mulliqi ndryshoi. Ose ndoshta ai nuk ndryshoi, por thjesht filloi të tregonte atë që kishte qenë gjithmonë, por që kishte fshehur deri atëherë. Ai u bë më posesiv, më kontrollues, më xhelos në një mënyrë që nuk ishte normale, që nuk ishte e shëndetshme, që nuk ishte dashuri por diçka tjetër, diçka më e errët, më e rrezikshme. Ai filloi të vendos rregulla për Nexhmien, ajo nuk mund të fliste me burra të tjerë pa praninë e tij, ajo nuk mund të shkonte në festa pa të, ajo nuk mund të merrte vendime për karrierën e saj pa konsultuar me të. Ajo nuk mund të vishte rroba që ai konsideronte shumë provokuese, ajo nuk mund të qeshte shumë me njerëz të tjerë sepse ai mendonte se kjo do të jepte përshtypjen e gabuar, ajo nuk mund të ishte ajo vetë. Ajo duhej të ishte ajo që ai donte që ajo të ishte. Dhe Nexhmia, që tani ishte një adoleshente që po zbulonte botën, që po ndjente për herë të parë atë dëshirë për liri, për pavarësi, për të qenë e saj vetë dhe jo zgjatimi i dikujt tjetër, filloi të ndjejë se diçka nuk ishte në rregull, se Rexho nuk po sillej si një mentor, por si diçka tjetër, si dikush që po e konsideronte pronë të tij, si dikush që po ndërtonte mure rreth saj, mure që në fillim ishin të padukshëm, por që çdo ditë bëheshin më të lartë, më të trashë, më të vështirë për tu kapërcyer. Por ajo nuk tha asgjë. Ajo heshti, sepse Rexho ishte ai që e kishte sjell deri këtu, ai që i kishte dhënë mundësinë, ai që e kishte bërë atë që ishte, dhe patë ajo mendonte se nuk do të ishte asgjë, se do të kthehej në atë vajzë nga fshati që këndonte në dasma për disa grosh, se do të humbiste gjithçka që kishte fituar, gjithçka që kishte ëndërruar. Ajo mendonte se i detyrohej atij, se patë ajo nuk do të ishte asgjë, se nëse do të ankohej, nëse do të protestonte, ai mund ta braktiste, dhe pastaj çfarë do të bënte ajo? Ku do të shkonte? Kush do ta dëgjonte? Kush do ta besonte? Kështu që ajo vazhdoi të këndonte, vazhdoi të buzëqeshte, vazhdoi të luante rolin e vajzës së lumtur, të këngëtares së suksesshme, ndërsa brenda saj po fillonte të rriste një ndjenjë e errët, një ndjenjë se ajo po humbiste veten, se po bëhej dikush tjetër, dikush që Rexho donte që ajo të ishte, jo dikush që ajo vetë donte të ishte, dhe kjo ndjenjë e humbjes së identitetit, kjo ndjenjë se po zhduket pak nga pak, do të rritej me vitet, do të bëhej gjithmonë e më e fortë, derisa një ditë ajo do të shikonte në pasqyrë dhe nuk do të njihte më gruan që po e shikonte mbrapsht, sepse ajo grua nuk ishte Nexhmia Pagarusha, ishte kukulla e Rexho Mulliqit, ishte zëri që këndonte fjalët e tij, ishte trupi që i përkiste atij. Ishte shpirti që ai e kishte blerë me premtime dhe tani e zotëronte plotësisht, pa asnjë mundësi shpëtimi. Në arkivat e gjykatës komunale të Prishtinës, të cilat u hapën për studiues vetëm në vitin 2020, ekziston një dosje e shënuar me numrin gjykpjertas civile Pjertas Mulliqi Pjertas 72 Pjertas 563,
që përmban 312 faqe dokumentacioni mbi një çështje civile që nuk u përfundua kurrë zyrtarisht, një çështje që filloi në vitin 1962 dhe që u mbyll papritur vetëm 3 muaj më vonë me një deklaratë të shkurtër se palët kanë arritur në një marrëveshje private. Në këtë dosje gjendet një letër e shkruar me dorë nga Nexhmie Pagarusha, e datuar 10 prill të vitit 1962, kur asaj ishin vetëm 19 vjeç, një letër që ajo kishte dorëzuar personalisht tek një avokat me emrin Ismet Krasniqi, një burr në të 60-tat që kishte famë se ndihmonte gratë që kishin probleme familjare, edhe pse në atë kohë koncepti i dhunës në familje nuk ekzistonte në ligjet e Jugosllavisë dhe një grua që ankohej për burrin e saj konsiderohej si dikush që po shkatëronte nderin e familjes. Në atë letër, Nexhmia shkruante me një shkrim që dridhej, me fjalë që ishin të zgjedhura me kujdes, por që përsëri zbulonin një dëshpërim të thellë. Zoti Krasniqi, unë po ju shkruaj këtë letër sepse nuk kam askën tjetër tek kush të shkoj. Sepse nëse i them familjes sime, ata do të mendojnë se unë jam mosmirënjohëse, se unë po shpif gënjeshtra për një burr që më ka ndihmuar aq shumë, dhe nëse i them miqve të mi, ata do të mendojnë se unë jam xheloze e suksesit tim, se unë nuk e vlerësoj atë që kam, por e vërteta është se unë nuk mund ta duroj më këtë jetë ku çdo frymëmarrje ime kontrollohet, ku çdo fjalë që them dëgjohet, ku çdo vend ku shkoj raportohet, ku çdo person me të cilin flas analizohet dhe gjykohet, ku unë nuk jam më një person, por jam një send që i përket dikujt tjetër. Nexhmia vazhdonte në atë letër duke përshkruar incidente specifike që kishin ndodhur gjatë viteve të fundit, incidente që ajo i kishte mbajtur të fshehta sepse kishte turp, sepse mendonte se askush nuk do ta besonte, sepse mendonte se ndoshta ishte faji i saj, se ndoshta ajo po e provokonte Rexhon pa dashje, se ndoshta ajo nuk po sillej siç duhej dhe prandaj ai kishte të drejtë të ishte i zemëruar me të. Ajo shkruante për një incident që kishte ndodhur në janar të atij viti, kur ajo kishte performuar në një koncert në Beograd dhe pas shfaqjes një kompozitor i njohur jugoslav, një burr në të 50-tat që kishte shkruar muzikë për disa nga këngëtarët më të famshëm të vendit, kishte ardhur në dhomën e saj të ndarjes për ta uruar për performancën e shkëlqyer dhe për t'i propozuar që të bashkëpunonin në një projekt të ri që ai po planifikonte, një album që do të përfshinte këngëtarë nga të gjitha republikanët e Jugosllavisë dhe që do të ishte një celebrim i diversitetit kulturor të vendit. Nexhmia kishte qenë emocionuar nga kjo propozim, kishte menduar se kjo do të ishte një mundësi e shkëlqyer për të zgjeruar karrierën e saj përtej Kosovës, për t'u bërë e njohur në të gjithë Jugosllavinë. Por kur ajo ja kishte përmendur këtë Rexhos më vonë atë mbrëmje, ai kishte reaguar me një zemërim që e kishte tmerruar. Ai nuk kishte bërtitur, sepse Rexho rrallë bërtiste, por kishte folur me një zë të ulët, të kontrolluar, që ishte më i frikshëm se çdo bërtim. Një zë që dridhej nga një zemërim që po përpiqej ta mbante nën kontroll, por që kërcënonte të shpërthente në çdo moment. Rexho i kishte thënë asaj se ai kompozitor nuk kishte interes profesional në të, se ai thjesht donte ta shfrytëzonte, se ai ishte i njohur për të pasur marrëdhënie me këngëtarët e reja që ai zbulonte, se ai ishte një njeri pa moral që përdorte pozicionin e tij për të manipuluar gra të reja dhe të pafajshme, dhe se Nexhmia nëse do të pranonte atë propozim do të tregonte se ajo nuk kishte respekt për veten e saj, për karrierën e saj, për Rexhon që kishte investuar aq shumë në të. Nexhmia kishte përpiqur ta bindë se kjo nuk ishte e vërtetë, se ai kompozitor kishte qenë plotësisht profesional, se ai kishte folur vetëm për muzikë, se nuk kishte asgjë të papërshtatshme në propozimin e tij, por Rexho nuk kishte dëgjuar. Kishte vazhduar të fliste, të akuzonte, të nënkuptonte se Nexhmia ishte naive, se ajo nuk e kuptonte se si funksiononte bota, se ajo kishte nevojë për të që ta mbrojë nga njerëzit që donin ta shfrytëzonin. Dhe në fund ai kishte thënë diçka që Nexhmia nuk e kishte harruar kurrë, diçka që e kishte bërë ta kuptonte se marrëdhënia e tyre nuk ishte ajo që ajo kishte menduar se ishte. Nexhmie, ti je imja. Unë të kam bërë atë që je. Pa mua ti nuk do të ishe asgjë. Dhe unë nuk do të lejoj që dikush tjetër të marrë nga unë, të korruptoj, të shkatëroj atë që unë kam ndërtuar. Ti do të bësh atë që unë them, do të shkosh ku unë them, do të flasësh me kë unë lejoj, sepse kjo është mënyra e vetme që ti mund të vazhdosh të jesh ajo që je. Nëse ti nuk e kupton këtë, nëse ti mendon se mund të bësh çfarë të duash, atëherë ti do të shohësh se sa shpejt mund të zhduket gjithçka që ke. Nexhmia shkruante në atë letër se ajo kishte qenë e tmerruar nga ato fjalë, se ajo kishte kuptuar se Rexho nuk po fliste metaforikisht, se ai po bënte një kërcënim real, se ai kishte fuqinë dhe lidhjet për ta shkatëruar karrierën e saj nëse ajo nuk i bindej, dhe se ajo nuk kishte zgjedhje tjetër përveç se të pranonte, të heshte, të vazhdonte të luante rolin që ai kishte shkruar për të.
por ajo shkruante gjithashtu se ajo nuk mund ta duronte më këtë, se ajo po ndjente se po vdiste pak nga pak, se çdo ditë që kalonte ajo po humbiste më shumë nga vetja, se ajo po bëhej një fantazm që ecte dhe fliste dhe këndonte por që nuk jetonte vërtet dhe se ajo kishte nevojë për ndihmë, për dikë që mund ta ndihmonte të largohej, të fillonte një jetë të re, të gjente përsëri atë vajzë që kishte qenë dikur, para se Rexho të hynte në jetën e saj dhe ta shndërronte në atë që ajo ishte tani. Avokati Ismet Krasniqi, sipas një shënimi që ai kishte bërë në dosje, kishte takuar Nexhmien 2 ditë pas marrjes së asaj letre, në një kafene të vogël larg qendrës së qytetit ku askush nuk do t'i njihte. Dhe ai kishte dëgjuar historinë e saj me një ndjenjë rritëse të shqetësimit, sepse ai kishte parë raste të tjera si ky, kishte parë gra të tjera që jetonin në burgje të padukshme. Por kur nuk kishte parë një rast ku burri nuk ishte as bashkëshort ligjor, ku lidhja ishte vetëm profesionale. Dhe megjithatë kontrolli ishte aq total, aq gjithëpërfshirës. Krasniqi I kishte shpjeguar Nexhmie se ajo kishte të drejta, se ajo mund të largohej, se ajo mund të gjente menaxher të tjerë, se ajo mund të ndërtonte një karrierë të pavarur nga Rexho, por ai gjithashtu I kishte thënë të vërtetën e hidhur, se në atë shoqëri, në atë kohë, një grua e re që akuzonte një burr të respektuar për abuzim psikologjik nuk do të besohej, do të konsiderohej si dikush që po përpiqej të shkatërronte reputacionin e një njeriu të mirë, do të akuzohej se ishte mosmirënjohëse, se ishte e çmendur, se ishte duke shpifur dhe se karriera e saj do të vuante më shumë se karriera e Rexhos. Ai kishte thënë se e vetmja mënyrë për të dalë nga kjo situatë ishte të largohej në heshtje, të shkonte në një qytet tjetër, ndoshta në Beograd ose Zagreb, ku ajo mund të fillonte përsëri pa praninë e Rexhos. Por kjo do të thoshte të linte pas gjithçka që kishte ndërtuar në Prishtinë, të fillonte nga zero dhe Nexhmia, që ishte ende vetëm 19 vjeç dhe që nuk kishte para të veta sepse të gjitha të ardhurat e saj menaxhoheshin nga Rexho, nuk e shihte se si mund ta bënte këtë. Ajo kishte dalë nga ai takim duke u ndjerë edhe më e dëshpëruar se kur kishte hyrë, sepse tani ajo e dinte se nuk kishte rrugë dalje. Se ajo ishte e kapur në një rrjet që Rexho kishte thurur rreth saj me kaq aftësi sa ajo nuk kishte vënë re derisa ishte tepër vonë, derisa çdo rrugë e mundshme e arratisjes ishte bllokuar. 3 muaj më vonë, në korrik të vitit 1962, Nexhmie Pagarusha dhe Rexho Mulliqi u martuan në një ceremoni të vogël private në Prishtinë, me vetëm familjet e tyre të afërta të pranishme, pa festë të madhe, pa muzikë, pa atë gëzim që zakonisht shoqëron një dasmë. Njerëzit që ishin atje thanë më vonë se nusja dukej e bardhë si Debora, jo nga lumturia por nga diçka tjetër, nga një ndjenjë që ata nuk mund ta identifikonin por që I bënte të ndihen të shqetësuar, sikur po shikonin jo një festim por një funeral, sikur ajo vajzë e re me fustanin e bardhë po varroshej e gjallë dhe askush nuk po bënte asgjë për ta ndaluar këtë. Nexhmia buzëqeshi kur I thuej, por buzëqeshja nuk arrinte në sytë e saj dhe kur prifti pyeti nëse ajo merrte këtë burr si bashkëshortin e saj, kishte një pauzë, një moment heshtjeje që zgjati pak më shumë se sa duhej. Një moment ku të gjithë mbajtën frymën duke pritur dhe pastaj Nexhmia tha, po me një zë aq të ulët sa vështirë dëgjohej dhe martesa u vulosur dhe ajo u bë zyrtarisht gruaja e Rexho Mulliqit. Dhe me atë akt ligjor ajo humbi edhe atë pak liri që I kishte mbetur, sepse tani ajo nuk ishte vetëm këngëtarja e tij, ajo ishte prona e tij ligjore, ajo I përkiste atij në mënyrën më zyrtare të mundshme, dhe ai tani kishte të drejtën jo vetëm morale por edhe ligjore për ta kontrolluar, për ta mbajtur, për ta izoluar nga bota. Pas martesës, Rexho intensifikoi kontrollin e tij mbi Nexhmien në mënyra që ishin të sofistikuara dhe të fshehura nga sytë e publikut, por që ishin po aq efektive sa hekurat e një burgu. Ai filloi të ndërtonte një sistem ku Nexhmia ishte e izoluar nga çdo person që mund t'i ofronte mbështetje emocionale ose që mund ta ndihmonte të shihte se situata e saj nuk ishte normale. Ai e bëri këtë jo me dhunë fizike, jo me bërtimat dhe kërcënimet e hapura, por me manipulim psikologjik të hollë, me insinuata të vazhdueshme, me krijimin e një realiteti alternativ ku Nexhmia filloi të besonte se çdo person që ajo takonte kishte motive të këqija, se çdo mik që ajo bënte po përpiqej ta shfrytëzonte, se e vetmja person që vërtet kujdesej për të ishte Rexho, edhe pse mënyra se si ai kujdesej për të ishte duke e mbajtur të burgosur në një kafaz të ardh. Ai filloi të kontrollonte çdo telefonat që ajo merrte, duke qëndruar në dhomë kur ajo fliste me dikë, duke dëgjuar çdo fjalë, duke ndërhyrë nëse ai mendonte se biseda po shkonte në një drejtim që ai nuk e aprovonte. Ai filloi të shoqëronte në çdo vend ku ajo shkonte, duke pretenduar se ai po e bënte këtë sepse donte të ishte me të, sepse e donte aq shumë sa nuk mund të qëndronte larg prej saj, por realiteti ishte se ai po e bënte këtë sepse nuk I besonte asaj,
sepse ai kishte frikë se nëse ajo do të ishte vetëm, nëse ajo do të fliste me njerëz të tjerë pa praninë e tij, ajo mund të fillonte të kuptonte se jeta që ajo po jetonte nuk ishte normale, se ajo kishte të drejtën për më shumë, se ajo meritonte më mirë. Në vitin 1967, kur Nexhmia Pagarushës ishin 24 vjeç dhe karriera e saj ishte në kulmin e saj, Rexho Mulliqi shkroi një këngë që do të ndryshonte gjithçka. Një këngë që do të bëhej himni i një kombi, një këngë që do të këndohej në dasma dhe në varreza, në festa dhe në ditëzie, një këngë që do të mbijetonte dekada dhe që do të transmetohej nga një brez në tjetrin si një trashëgimi i shenjtë. Ajo këngë quhej Baresha dhe ishte një balad për dashurinë e humbur, për një grua që kujtonte fshatin e saj, njerëzit e saj, jetën e saj të vjetër që kishte lënë pas për të ndjekur një dashuri që në fund e kishte tradhtuar. Melodia ishte e thjeshtë por e fuqishme, fjalët ishin poetike por të drejtpërdrejta, dhe kur Rexho ja paraqiti Nexhmia për herë të parë, duke ja luajtur në piano në studion e tyre private, Nexhmia dëgjoi dhe ndjeu diçka të çuditshme. Një ndjenjë se kjo këngë nuk ishte vetëm një këngë, ishte historia e saj, ishte jeta e saj, ishte ajo që ajo po jetonte çdo ditë, por që nuk kishte guxuar ta thoshte me zë të larë. Ajo pyeti Rexhon se për kë kishte shkruar këtë këngë, dhe ai buzëqeshi me atë buzëqeshje që nuk arrinte në sytë e tij dhe tha: "E shkrova për ty, sepse ti je baresha ime, ti je ajo që erdhi nga fshati dhe që u bë një yll. Dhe unë jam ai që të solli këtu, që të bëra atë që je, dhe që do të mbaj gjithmonë, pavarësisht se çfarë ndodh." Nexhmia nuk tha asgjë, por brenda saj diçka u thye, sepse ajo kuptoi se Rexho e dinte, ai e dinte se ajo ndjehej e burgosur, ai e dinte se ajo dëshironte të largohej, ai e dinte se ajo po vuante, dhe ai po e përdorte këtë vuajtje, po e shndërronte në art, po e bënte atë të këndonte dhimbjen e saj për argëtimin e të tjerëve, po e detyronte ta shfaqte plagën e saj më të thellë para mijëra njerëzve që do të duartrokisnin dhe do të qanin dhe do të mendonin se po dëgjonin një këngë të bukur për dashuri, kur në të vërtetë po dëgjonin një thirrje për ndihmë nga një grua që po mbytej ngadalë në një marrëdhënie që dukej e përsosur nga jashtë, por që ishte një ferë nga brenda. Kur Nexhmia këndoi Bareshën për herë të parë në publik, në një koncert në Prishtinë në dhjetor të vitit 1967, salla ishte plot me njerëz që kishin ardhur për ta dëgjuar këtë këngë të re që të gjithë po flisnin për të, dhe kur ajo filloi të këndonte, kur zëri i saj u ngrit në atë hapësirë të mbushur me tym dhe me erën e duhanit dhe me shpresën e njerëzve që kishin ardhur për të harruar për disa orë problemet e tyre, diçka magjike ndodhi. Njerëzit ndaluan se foluari, ndaluan se lëvizuri, ndaluan se ekzistuari në mënyrën e tyre normale dhe u bën një entitet i vetëm që po dëgjonte, po ndjente, po jetonte çdo fjalë që Nexhmia po këndonte. Dhe kur ajo arriti në vargjet që thonin o Baresh, ti që më le, ti që më harron, si mund të jetoj pa ty, si mund të jem unë pa atë që kam qenë, zëri i saj u thye, jo sepse ajo nuk e kontrollonte teknikën, por sepse ajo po këndonte të vërtetën e saj, ajo po këndonte për veten që kishte humbur, për vajzën nga Pagarusha që kishte ëndërruar për liri dhe që tani jetonte në një kafaz, dhe ajo nuk mund ta mbante më, nuk mund të vazhdonte të pretendonte. Dhe për një moment të vetëm, maskara dhe njerëzit pan dhimbjen e vërtet, pan dëshpërimin e vërtet, dhe ata menduan se ishte arti, menduan se ishte talenti i saj që e bënte këndimin aq të fuqishëm, kur në të vërtet ishte vuajtja e saj që po shpërthente. Ishte shpirti i saj që po bërtiste për ndihmë në të vetmin mënyrë që ai dinte, përmes muzikës, përmes asaj këngë që Rexho kishte shkruar për ta burgosur edhe më shumë, por që Nexhmia po e shndërronte në një testament të dhimbjes së saj. Kur kënga mbaroi, kishte heshtje, një heshtje që zgjati aq shumë sa Nexhmia mendoi se kishte bërë diçka gabim, se njerëzit nuk e kishin pëlqyer, por pastaj dikush filloi të duartrokas, dhe pastaj dikush tjetër. Dhe pastaj e gjithë salla u ngrit në këmbë dhe duartrokiti me një intensitet që ishte pothuajse i dhunshëm, dhe Nexhmia qëndroi në skenë dhe buzëqeshi dhe u përkul dhe falenderoi, por brenda saj ajo po qante, ajo po bërtiste, ajo po thërriste për ndihmë, por askush nuk e dëgjoi, sepse të gjithë po shihnin vetëm maskën, vetëm performancën, vetëm yllin, jo gruan që po vdiste pas atij buzëqeshjeje të përsosur. Baresha u bë një sukses i jashtëzakonshëm, jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë Jugosllavinë dhe përtej saj, kudo ku jetonin shqiptar, kudo ku njerëzit kuptonin gjuhën dhe kulturën dhe dhimbjen që ajo këngë shprehte. Nexhmia Pagarusha u bë një emër që të gjithë e dinin, një zë që të gjithë e njihnin, një fytyrë që shfaqej në gazeta dhe revista, një yll që shkëlqente në qiellin e muzikës shqiptare me një shkëlqim që dukej i pashuar. Por ajo që askush nuk e pa, ajo që askush nuk e kuptoi, ishte se sa më e famshme bëhej Nexhmia, aq më i fortë bëhej kontrolli i Rexhos mbi të, sepse ai e dinte se tani ajo ishte e vlefshme.
Tani ajo ishte një aset që sillte para dhe famë dhe fuqi, dhe ai nuk ishte i gatshëm ta ndante këtë aset me askënd, nuk ishte i gatshëm ta linte atë të ishte e pavarur, sepse nëse ajo do të bëhej e pavarur, nëse ajo do të kuptonte se mund të jetonte pa të, atëherë ai do të humbiste gjithçka që kishte. Ndërtuar, do të humbiste kontrollin, do të humbiste fuqinë, do të humbiste atë që e bënte të ndjehej i plot, sepse Rexho Mulliqi pa Nexhmi e pa Garusha nuk ishte asgjë, ishte vetëm një kompozitor i mirë midis shumë kompozitorëve të mirë. Por me Nexhmien ai ishte krijuesi i një legjende, ai ishte burri pas gruas së madhe, ai ishte ai që e kishte zbuluar, që e kishte formuar, që e zotëronte, dhe ai nuk ishte i gatshëm ta linte këtë të shkonte, kur, as edhe nëse kjo do të thoshte ta shkatëronte atë që ai pretendonte se e donte. Në vitet që pasuan, Rexho filloi të përdorte suksesin e Bareshës si një mjet për ta izoluar Nexhmien edhe më shumë nga bota. Ai argumentonte se tani që ajo ishte aq e famshme, ajo kishte nevojë për mbrojtje, se kishte njerëz që do të donin ta shfrytëzonin, se ajo nuk mund të besonte askënd përveç tij, se ai ishte i vetmi që e donte vërtet, i vetmi që kujdesej për të, i vetmi që nuk donte diçka prej saj. Ai filloi të refuzonte ftesa për koncerte në vende të largëta, duke thënë se udhëtimi ishte shumë i lodhshëm për Nexhmien, se ajo kishte nevojë për pushim, kur në të vërtetë ai thjesht nuk donte që ajo të shkonte në vende ku ai nuk mund ta kontrollonte, ku ajo mund të takonte njerëz që mund t'i hapnin syt, që mund ta ndihmonin të shihte se jeta që ajo po jetonte nuk ishte normale. Ai filloi të zgjedhë me kujdes me kë Nexhmia mund të punonte, duke refuzuar bashkëpunime me kompozitorë të tjerë, me muzikantë të tjerë, duke insistuar se ai ishte i vetmi që e kuptonte zërin e saj, i vetmi që mund të shkruante muzikë që i përshtatet asaj, kur në të vërtetë ai thjesht nuk donte që ajo të krijonte lidhje profesionale që mund ta bënin më pak të varur prej tij. Ai filloi të kontrollonte edhe mënyrën se si Nexhmia shpenzonte kohën e saj në shtëpi, duke i dhënë një orar të rrept që përfshinte kohën kur duhej të zgjohej, kur duhej të hante, kur duhej të provonte, kur duhej të pushonte, kur duhej të flinte, duke e trajtuar jo si një grua të rritur, jo si një artiste të talentuar, por si një fëmijë që kishte nevojë për mbikëqyrje të vazhdueshme, si një send që duhej menaxhuar, mirëmbajtur, kontrolluar që të vazhdonte të funksiononte siç duhej. Dhe Nexhmia, e lodhur nga vitet e luftës, e dobësuar nga izolimi i vazhdueshëm, e bindur nga përsëritja e vazhdueshme e Rexhos se ajo nuk ishte asgjë pa të, filloi të besojë atë që ai i thoshte, filloi të pranojë se ndoshta ai kishte të drejtë, se ndoshta ajo kishte nevojë për të, se ndoshta pa të ajo do të ishte e humbur, e pambrojtur, e cenueshme. Ajo filloi të humbiste besimin në gjykimin e saj, në aftësinë e saj për të marrë vendime, në vlerën e saj si person i pavarur, dhe kjo humbje e besimit në vete ishte fitoria finale e Rexhos, sepse tani ai nuk kishte më nevojë ta mbante me forcë. Tani ajo e mbante veten, tani ajo ishte bërë gardiani i burgut të saj, tani ajo besonte se muret që e rrethonin nuk ishin për ta mbajtur brenda, por për ta mbrojtur nga bota e jashtme që ishte e rrezikshme, e keqe, e gatshme për ta shkatëruar. Dhe kështu Nexhmi e pa Garusha, gruaja me zërin që bënte të qanin miliona, gruaja që këndonte për liri dhe dashuri dhe shpresë, jetoi në një burg që askush nuk e shihte, në një kafaz që dukej si një pallat, në një jetë që nga jashtë dukej e përsosur por që nga brenda ishte një ferr i ngadalt, i vazhdueshëm, që e konsumonte pak nga pak, ditë pas dite, vit pas viti, derisa nuk mbeti asgjë nga ajo vajzë që kishte qenë dikur, asgjë nga ajo shpresë që kishte pasur dikur, asgjë përveç zërit që vazhdonte të këndonte edhe kur shpirti kishte pushuar së jetuari. A mund ta kishim shpëtuar? A mund të kishim parë shenjat, të kuptuarit sinjalet që ajo po jepte çdo herë që këndonte Bareshën me atë dhimbje në zë që ishte shumë e vërtet për të qenë vetëm art? A mund të kishim ndërhyrë, të kishim thënë diçka, të kishim bërë diçka për ta ndihmuar atë grua që po mbytej para syve tanë ndërsa ne duart trokitnim dhe kërkonim bis? Apo ishim të gjithë bashkëfajtorë në heshtjen tonë, në pranimin tonë të mitit të dashurisë së përsosur, në dëshirën tonë për të besuar se ajo që shikonim në skenë ishte e vërtet, kur thellë brenda ne e dinim se diçka nuk ishte në rregull, se askush nuk mund të këndonte me aq dhimbje nëse nuk po jetonte atë dhimbje çdo ditë. Në një kuti të vjetër kartonash që ruhet në shtëpinë e motrës së largët të Nexhmi e pa Garushës, Fahrie Krasniqi, një grua 68 vjeçare që jeton në një fshat të vogël pranë Gjakovës dhe që pranoi të fliste me ne vetëm pasi i siguruam se emri i saj nuk do të përdorej në mënyrë që të identifikohej plotësisht. Ekziston një ditar i shkruar me dorë nga Nexhmia në vitet 1985 deri në 1987, një ditar që kur nuk u botua, por që u gjet midis dokumenteve personale që Fahrie mori nga apartamenti i saj pas largimit.
Ky ditar fillon me fjalët që duken si një lutje e dëshpëruar. Nëse dikush gjen këtë pas largimit tim, dua që të di se unë nuk u largova vet nga kjo botë, edhe nëse trupi im ndaloi së funksionuari nga vetë vullneti im. Unë u largova nga një dashuri që u shndërrua në burg, nga një burg që më tha se më donte por që në të vërtetë donte vetëm të më zotëronte, nga një sistem ku gratë si unë nuk kanë zë, nuk kanë zgjedhje, nuk kanë rrugdalje përveç se të vazhdojnë të buzëqeshin derisa buzëqeshja bëhet një mask kaq e rëndë sa nuk mund ta mbash më. Ky ditar, që përmban 112 faqe të shkruara me një shkrim që bëhet gjithnjë e më i paqartë, sikur dora që e shkruante po dridhej gjithnjë e më shumë nga lodhja dhe dëshpërimi. Përshkruan në detaje të dhimbshme vitet e fundit të jetës së Nexhmie Pagarushës, vitet kur ajo jetonte në një shtëpi të madhe në Prishtinë që nga jashtë dukej si një pallat, por që nga brenda ishte një burg, ku çdo dhomë kishte kujtime të hidhura, ku çdo mur kishte dëgjuar fjalë që nuk duhej të thuheshin. Ku çdo dritare shikonte drejt një bote që Nexhmia nuk mund ta arrinte më, sepse Rexho kishte ndërtuar mure të padukshme, por po aq reale sa çdo mur prej guri, mure që e ndanin nga jeta, nga njerëzit, nga vetja që ajo kishte qenë dikur dhe që tani ekzistonte vetëm në kujtimet e saj që bëheshin gjithnjë e më të zbehta me kalimin e viteve. Por kush ishte vërtet Fahrie Krasniqi, dhe pse ajo kishte qenë e vetmja person që Nexhmia i besoi mjaftueshëm për t'i dhënë atë ditar? Fahrie na tregon se ajo nuk ishte thjesht një motër e largët, ajo ishte kushërira e parë e Nexhmie Pagarushës, vajza e vëllait të nënës së saj, dhe ato kishin rritur së bashku në Pagarush kur ishin fëmijë, kishin luajtur në të njëjtat fusha, kishin kënduar të njëjtat këngë, kishin ndarë të njëjtat ëndra për një jetë më të mirë, por kur Nexhmia u shpërngul në Prishtinë dhe filloi karrierën e saj, ato u ndanë dhe Fahrie mbeti në fshat, u martua me një bujk, lindi 4 fëmijë dhe jetoi një jetë të thjeshtë, të vështirë, por të lirë, një jetë ku ajo mund të merrte vendime për veten e saj, ku ajo mund të fliste me këtë donte, ku ajo mund të shkonte ku të donte, ku ajo ishte e varfër në para por e pasur në liri, ndërsa Nexhmia ishte e pasur në para por e varfër në liri, dhe kjo kontradikt e bënte Fahrie të kuptonte më mirë se shumica se çfarë po i ndodhte kushërirës së saj, se ajo që të gjithë e shihnin si një jetë të përsosur ishte në të vërtetë një jetë e shkatëruar nga brenda. Ajo thot se ajo dhe Nexhmia mbajtnin kontakt përmes letrash, por ato letra ishin të rralla, sepse Rexho kontrollonte çdo letër që Nexhmia shkruante ose merrte, dhe Nexhmia kishte mësuar të shkruante vetëm gjëra të sigurta, gjëra që nuk do ta zemëronin Rexhon, gjëra që nuk do të zbulonin se sa e pafat ishte ajo në të vërtetë, sepse çdo herë që ajo përpiqej të shkruante diçka më personale, diçka më të sinqertë, Rexho e gjente letrën para se të dërgojë dhe e pyeste me atë zë të ftohtë që bënte të dridhej se çfarë po përpiqej të fshihte, çfarë po përpiqej të thoshte që ai nuk duhej të dinte, dhe Nexhmia kishte mësuar se ishte më e sigurt të mos shkruante asgjë se sa të shkruante dhe të vuante pasojat. Por në verën e vitit 1985, Nexhmia erdhi në fshat për të vizituar familjen e saj, një vizitë e rrallë sepse Rexho zakonisht nuk e lejonte të udhëtonte pa të. Por atëherë ai kishte qenë i detyruar të shkonte në Beograd për një takim pune dhe nuk kishte pasur zgjedhje tjetër veç se ta linte Nexhmien të shkonte vetëm, edhe pse ai e kishte paralajmëruar se ajo duhej të kthehej brenda 3 ditëve dhe se ai do ta telefononte çdo ditë për të kontrolluar se ku ishte. Dhe me kë po fliste, dhe Nexhmia kishte pranuar këto kushte sepse ajo kishte nevojë të shihte familjen e saj, kishte nevojë të frymëmarrte ajër që nuk ishte i kontrolluar nga Rexho. Kishte nevojë të ishte në një vend ku ajo mund të ishte vetëm Nexhmia, jo gruaja e Rexho Mulliqit, jo zëri që këndonte këngët e tij, por thjesht ajo vetë, vajza nga Pagarusha që dikur kishte ëndërruar për liri dhe që tani jetonte në një kafaz të artë që po e mbyste ngadalë. Fahrie thot se kur Nexhmia arriti në fshat, ajo mezi e njohu, sepse gruaja që zbriti nga autobusi nuk ishte ylli i ndritshëm që ajo kujtonte, ishte një grua e lodhur, e dobësuar, me flokë që kishin filluar të thinjen edhe pse ishte vetëm 42 vjeç, me sy që kishin humbur shkëlqimin e tyre, me një buzëqeshje që nuk arrinte kurrë në ato sy, me një mënyrë të ecjes që dukej sikur ajo po mbante një peshk të padukshme në shpatulla, sikur çdo hap kërkonte një përpjekje të madhe, sikur ajo po ecte nën ujë dhe çdo lëvizje ishte e ngadaltë, e vështirë, e dhimbshme. Fahrie e çoi Nexhmien në shtëpinë e saj dhe atë natë, kur burri i Fahrie dhe fëmijët ishin fjetur, Nexhmia filloi të fliste dhe ajo që doli nga goja e saj ishte një rrëfim kaq i dhimbshëm, kaq i errët. Sa Fahrie thot se ajo nuk mund ta besonte se kjo po ndodhte me kushërirën e saj, me vajzën që dikur kishte qenë kaq plot jetë, kaq plot shpresë, me vajzën që kishte pasur një zë që mund të bënte të qanin gurët, dhe që tani po fliste me një zë të thyrë, të lodhur, të dëshpëruar për një
Jetë që ishte bërë një fer I vazhdueshëm nga I cili nuk kishte zhdukje. Nexhmia I tregoi Fahrie se Rexho e kishte izoluar plotësisht nga bota, se ajo nuk kishte më miq, se ajo nuk mund të shkonte askund pa lejen e tij, se ai kontrollonte çdo aspekt të jetës së saj, madje edhe çfarë hante, çfarë vishte, kur flinte, kur zgjohej, me kë fliste, çfarë thoshte, si buzëqeshte, si ecte, si këndonte, si frymëmarrte, sikur ajo nuk ishte një person por një kukull që ai lëvizte me fije të padukshme, dhe çdo herë që ajo përpiqej të lëvizte vetë, fijet shtrëngoheshin dhe e kthyenin në pozicionin që ai donte që ajo të ishte. Ajo I tregoi se Rexho kishte filluar të bëhej gjithnjë më paranojak, se ai e akuzonte vazhdimisht se po e tradhtonte, se po flirtonte me burra të tjerë, edhe kur ajo thjesht po përshëndeste dik në rrugë, edhe kur ajo thjesht po buzëqeshte nga mirësjellja, edhe kur ajo thjesht po jetonte si një njeri normal, dhe ai e interpretonte çdo gjest, çdo fjalë, çdo vështrim si një provë të tradhtisë së saj, të mosbindjes së saj, të dëshirës së saj për t'u larguar nga ai, dhe ai e ndëshkonte për këto krime të imagjinuara me heshtje të gjata që zgjatën ditë të tëra, me fjalë të ftohta që e prisnin më thellë se çdo thik, me izolim të plot ku ai nuk I fliste, nuk e shikonte, nuk e njihte ekzistencën e saj derisa ajo kërkonte falje për gjëra që nuk I kishte bërë, derisa ajo premtonte se do të ishte më e mirë, më e bindur, më e kontrolluar. Ajo I tregoi se Rexho kishte vendosur një sistem ku ai duhej të dinte ku ishte Nexhmia çdo minutë të ditës, se nëse ajo vonohej 5 minuta nga koha që ai priste, ai e telefononte dhe e pyeste me një zë të ftohtë, kërcënues, se ku kishte qenë, me kë kishte folur, çfarë kishte bërë, dhe nëse përgjigjet e saj nuk I kënaqnin, nëse ai ndjente se ajo po fshinte diçka, ai e akuzonte se po gënjente, se po tradhtonte, se po shkatëronte gjithçka që ai kishte ndërtuar për të, dhe ajo duhej të kalonte orë të tëra duke u përpjekur ta bindë se ajo nuk kishte bërë asgjë të keqe, duke u përpjekur ta qetësonte, duke u përpjekur ta kthente në atë burr që ajo kishte njohur dikur, burrin që kishte qenë I butë, I kujdesshëm, I dashur. Por ai burr nuk ekzistonte më, ose ndoshta nuk kishte ekzistuar kurrë, ndoshta ai kishte qenë vetëm një maskë që Rexho kishte mbajtur derisa e kishte siguruar Nexhmien, derisa e kishte bërë të varur prej tij, derisa e kishte izoluar nga të gjithë të tjerët dhe pastaj maska kishte rënë dhe ajo që kishte mbetur ishte ky burr që e konsideronte atë si pronë të tij, si një send që ai kishte blerë me punën e tij, me kohën e tij, me talentin e tij, dhe që tani I përkiste atij në mënyrën më absolute të mundshme. Por ajo që e tmerroi më shumë Fahrie ishte kur Nexhmia I tregoi se ajo kishte filluar të mendonte për largimin nga jeta, se ajo kishte filluar të shihte fundin jo si diçka të frikshme, por si një çlirim, si një mënyrë për të shpëtuar nga ky burg që nuk kishte mure fizike, por që ishte po aq I fortë sa çdo burg I vërtet, një burg që ishte ndërtuar nga fjalë, nga frikë, nga izolim, nga vite të vazhdueshme të kontrollimit që kishin thyer shpirtin e saj në copa kaq të vogla sa ajo nuk e dinte më se si t'i mbledhte përsëri, se si të bëhej e tërë përsëri, se si të gjente atë vajzë që kishte qenë dikur dhe që tani ekzistonte vetëm në kujtimet e saj që bëheshin gjithnjë e më të zbehta, gjithnjë e më të largëta. Derisa një ditë ajo do të zgjohej dhe nuk do të kujtonte më se kush kishte qenë, do të kujtonte vetëm se kush ishte tani, dhe ajo që ishte tani ishte një fantazm, një hije, një zë që këndonte por që nuk jetonte, një trup që lëvizte por që nuk ndjente, një person që ekzistonte por që nuk ishte I gjallë në asnjë mënyrë që kishte rëndësi. Nexhmia tha se ajo kishte menduar për mënyra të ndryshme, por se ajo kishte frikë, jo nga fundi vet, por nga ajo që do të thoshin njerëzit, nga turpi që do t'i sillte familjes së saj, nga fakti se Rexho do të luante rolin e burrit të shkatëruar, të viktimës, dhe askush nuk do ta dinte të vërtetën, askush nuk do ta besonte se ai ishte ai që e kishte çuar në atë pikë, se ai ishte ai që e kishte shkatëruar ngadalë, metodikisht, me durim të ftohtë, vit pas viti, derisa nuk kishte mbetur asgjë nga ajo që ajo kishte qenë. Fahrie thot se ajo u përpoq ta bindë Nexhmien se kishte mënyra të tjera, se ajo mund të largohej, se ajo mund të fillonte një jetë të re, se kishte njerëz që do ta ndihmonin, se ajo nuk duhej të dorëzohej, se ajo ende kishte kohë për të gjetur përsëri atë që kishte humbur, por Nexhmia tundi kokën me një trishtim të thellë që dukej se vinte nga thellësitë e shpirtit të saj dhe tha diçka që Fahrie nuk e ka harruar kurrë, diçka që e përndjek edhe sot, më shumë se 30 vjet më vonë. Fahrie, ti nuk e kupton. Unë nuk kam më forcë për të luftuar. Unë kam luftuar për 30 vjet dhe çdo herë kam humbur. Ai është shumë më I fortë se unë, ai ka shumë më shumë fuqi se unë, dhe ai ka siguruar që unë të mos kem asnjë rrugë dalje. Nëse unë largohem, ai do të më gjej. Nëse unë flas, ai do të më hesh. Nëse unë përpiqem të filloj një jetë të re, ai do të sigurohet që unë të mos kem asgjë.
Kështu që e vetmja zgjedhje që më mbetet është të vazhdoj të jetoj këtë jetë derisa trupi im nuk mund ta durojë më, ose të gjej një mënyrë për ta përfunduar vetë, dhe unë nuk e di ende se cila do të jetë. Por unë e di se një nga këto dy do të ndodhë, sepse unë nuk mund të vazhdoj kështu, nuk mund të jetoj në këtë gjendje ku çdo ditë është një torturë e re, ku çdo mëngjes zgjohesh dhe mendon se si do të mbijetosh ditën, ku çdo natë shtrihesh dhe mendon se sa mirë do të ishte të mos zgjohesh më. Fahrie thot se ajo qau atë natë, qau për kushërirën e saj, për vajzën që kishte pasur gjithçka por që kishte humbur atë që ishte më e rëndësishmja, lirinë e saj, shpirtin e saj, veten e saj, dhe ajo i dha Nexhmie një premtim. Se nëse Nexhmia do t'i jepte diçka për të ruajtur, diçka që do të tregonte të vërtetën, Fahrie do ta mbante të sigurt, do ta ruante derisa të vinte koha e duhur për ta ndarë me botën, derisa të vinte koha kur njerëzit do të ishin gati për ta dëgjuar, për ta besuar, për ta kuptuar se ajo që ata kishin menduar se ishte një histori dashurie ishte në të vërtetë një histori burgu, një histori shkatërimi, një histori se si një burr mund të shkatërrojë një grua duke pretenduar se e don, duke pretenduar se po e mbron, duke pretenduar se po bën atë që është më e mira për të, kur në të vërtetë po bën atë që është më e mira për veten e tij, për egon e tij, për nevojën e tij për kontroll, për frikën e tij se nëse ajo do të ishte e lirë, ajo do të zbulonte se nuk kishte nevojë për të, se ajo mund të jetonte pa të, se ajo mund të ishte e lumtur pa të, dhe kjo do të ishte fundi i tij, fundi i fuqisë së tij, fundi i identitetit të tij si burri i Nexhmie Pagarushës, sepse pa të ai nuk ishte asgjë. Ishte vetëm një kompozitor i mirë midis shumë kompozitorëve të mirë, por me të ai ishte krijuesi i një legjende, ai ishte burri pas gruas së madhe, ai ishte ai që e kishte zbuluar, që e kishte formuar, që e zotëronte. Dhe Nexhmia, para se të largohej nga fshati për t'u kthyer në Prishtinë, në atë shtëpi që ishte burgu i saj, i dha Fahria atë ditar, atë dëshmi të shkruar të vuajtjeve të saj, dhe i tha: "Mbaje këtë. Mos e hap derisa të dy të jemi larguar nga kjo botë. Por kur të vijë koha, tregoja botës. Tregoja se çfarë ndodh kur dashuria bëhet posedim, kur burri bëhet zotërues, kur kafazi i artë mbetet kafaz pavarësisht se sa i bukur duket nga jashtë, pavarësisht se sa njerëzit admirojnë atë, pavarësisht se sa ata duan të besojnë se ajo që shohin është e vërtetë, kur në të vërtetë ajo që shohin është vetëm një iluzion, një maskë, një gënjeshtër e bukur që fshen një të vërtetë të shëmtuar që askush nuk do ta shohë nëse nuk detyrohet ta shohë." Dhe Fahrie mori atë ditar dhe e fsheu në vendin më të sigurt që ajo mund të gjente, dhe ajo e mbajti atë sekret për më shumë se 30 vjet, derisa erdhi koha kur ajo ndjeu se bota ishte gati, se njerëzit ishin gati, se historia duhej të tregohej, sepse nëse nuk tregohej, nëse e vërteta varrohej me Nexhmien, atëherë gjithçka që ajo kishte vuajtur do të ishte e kotë, do të ishte pa kuptim, do të ishte thjesht një tragjedi personale që askush nuk do ta dinte, kur në të vërtetë ajo duhej të ishte një mësim, një paralajmërim, një thirrje për të gjitha gratë që jetojnë në kafaze të ngjashme, që vuajnë në heshtje, që buzëqeshin në publik ndërsa brenda tyre diçka po vdes, që këndojnë këngë dashurie ndërsa zemrat e tyre janë të thyer në copa kaq të vogla sa nuk mund të riparohen më. Por çfarë shkruhej në atë ditar? Çfarë sekretesh, çfarë dhimbjesh, çfarë të vërtetash fshiheshin në ato 112 faqe? Fahrie na lejoi të lexojmë disa fragmente, dhe ajo që gjetëm ishte një kronik e një shkatërimi të ngadalt, një dokumentim i një vdekjeje shpirtërore që ndodhi gjatë dekadave, një testament i një gruaje që humbi veten pak nga pak, ditë pas dite, vit pas viti, derisa nuk mbeti asgjë përveç zërit që këndonte dhe trupit që lëvizte, por shpirti kishte ikur shumë kohë më parë, kishte ikur në atë moment kur ajo kuptoi se nuk kishte rrugë dalje, se ajo ishte e kapur përgjithmonë, se ajo do të jetonte dhe do të vdiste në atë kafaz, dhe se askush nuk do ta shpëtonte, sepse askush nuk e dinte se ajo kishte nevojë për shpëtim, sepse ajo kishte mësuar të luante rolin e gruas së lumtur kaq mirë sa edhe vetë kishte filluar të besonte atë ndonjëherë, kishte filluar të mendonte se ndoshta kjo ishte dashuri, ndoshta kjo ishte martesë, ndoshta kjo ishte ajo që të gjitha gratë jetonin dhe ajo thjesht ishte shumë e dobët, shumë e ndjeshme, shumë e paaftë për ta duruar atë që të tjerat duronin pa u ankuar. Në një hyrje të datuar 10 shkurt të vitit 1986, Nexhmia shkruan: "Sot Regjo më tha se unë nuk mund të vishem me atë fustan të ri që bleva, sepse ai thotë se është shumë i shkurtër, se do të tërheq vëmendjen e burrave të tjerë, se unë po përpiqem ta bëj xheloz. Por e vërteta është se ai fustan më mbulonte gjunjët, ishte modest, ishte i thjeshtë. Por për Regjon, çdo gjë që unë bëj është një kërcënim, çdo gjë që unë vishem është një provokacion, çdo herë që unë buzëqesh është një tradhtim. Unë jam e lodhur nga kjo. Unë jam e lodhur nga të qenit e akuzuar për gjëra që nuk i kam bërë kurrë.
Unë jam e lodhur nga të jetuarit në frikë konstante se çfarë do të më akuzoj nesër, çfarë rregull të ri do të vendos, çfarë lirje të re do të më heq, derisa nuk do të mbetet asgjë, derisa unë do të jem thjesht një kukull që ai lëviz, një zë që ai kontrollon, një trup që ai zotëron dhe asgjë më shumë. Në një hyrje tjetër, të datuar 28 gusht të vitit 1986, Nexhmia shkruan: "Sot u zgjova në orën 5 të mëngjesit dhe nuk mund të kthehesha në gjumë. Shikova Regjon duke fjetur pranë meje dhe ndjeva një përzierje ndjenjash që nuk mund t'i shpjegoj, një përzierje dashurie dhe urrejtjeje, frike dhe mëshire, dëshpërim dhe dorëzim. Si mund të dua dikë që më ka bërë kaq shumë keq? Si mund të urrej dikë që dikur ishte gjithçka për mua? Si mund të kem frikë nga dikush që supozohet se më mbron? Mendoj se e vërteta është se unë nuk e di më se çfarë ndjej. Kam jetuar kaq gjatë nën kontrollin e tij, kam humbur kaq shumë nga vetja ime, sa nuk e di më se cilat janë ndjenjat e mia dhe cilat janë ndjenjat që ai më ka mësuar të kem. Cilat janë mendimet e mia dhe cilat janë mendimet që ai më ka vendosur në kokë, kush jam unë dhe kush është kukulla që ai ka krijuar dhe që tani jeton në vendin tim, që flet me zërin tim, që këndojnë me zërin tim, por që nuk është unë, që nuk ka asgjë të përbashkët me vajzën që unë kam qenë dikur." Në një hyrje të datuar 5 dhjetor të vitit 1987, Nexhmia shkruan: "Sot këndova Bareshën në një koncert në Prishtinë. Ishte hera e mita që e këndoja atë këngë, por sot ishte ndryshe. Sot, ndërsa këndova ato fjalë për dashuri, për përkushtim, për besnikëri, ndjeva se po gënjeja. Ndjeva se po mashtroja të gjithë ata njerëz që po më dëgjonin, që po besonin se unë po këndoja për diçka të bukur, për diçka të vërtetë. Por e vërteta është se Baresha nuk është një këngë dashurie, është një këngë burgu. Është një këngë për një grua që është e burgosur nga burri i saj, që nuk mund të fluturojë, që nuk mund të jetojë, që mund vetëm të këndojë nga brenda kafazit të saj, dhe çdo herë që unë e këndoj, unë ndjej se po vdes pak më shumë, sepse po kujtoj se kjo është jeta ime, ky është burimi im, ky është fati im që nuk mund ta ndryshoj, sepse unë kam provuar, kam luftuar, kam përpiqur, por çdo herë kam humbur dhe tani unë jam e lodhur, shumë e lodhur për të luftuar më. Dhe unë thjesht pres fundin. Pres momentin kur trupi im do të thotë mjaft, kur zemra ime do të ndaloj së rahuri, kur unë do të mund të pushoj më në fund, të pushoj nga kjo luftë e pafund që nuk mund të fitohet. Nga kjo jetë që nuk është jetë, por është vetëm një ekzistencë e dhimbshme që zgjat dhe zgjat pa asnjë shpresë për ndryshim." Këto fragmente, të dhimbshme në sinqeritetin e tyre, tregojnë një të vërtetë që shumë njerëz nuk donin ta pranonin. Nexhmia Pagarusha nuk ishte gruaja e lumtur që të gjithë mendonin se ishte, ajo ishte një grua e shkatëruar, e thyer, e burgosur në një martesë që nga jashtë dukej perfekte, por që nga brenda ishte një ferr që zgjaste dekada, një ferr që konsumonte çdo ditë pak më shumë nga shpirti i saj derisa nuk mbeti asgjë për të konsumuar, derisa ajo u bë vetëm një hije që ecte dhe fliste. Dhe këndonte, por që nuk jetonte në asnjë mënyrë që kishte kuptim. Por pyetja që ngrihet është kjo: pse ajo nuk foli? Pse ajo nuk kërkoi ndihmë? Pse ajo vazhdoi të jetonte në atë situatë për dekada? Përgjigjja është komplekse, por ajo qëndron në një kombinim faktorësh që e bën pothuajse të pamundur për Nexhmien që të largohej, faktorë që përfshinin frikën nga Regjo që kishte treguar se kishte fuqinë për ta shkatëruar karrierën e saj, turpin që vinte nga kultura që e fajsonte gruan për dështimin e martesës, varësinë financiare dhe profesionale që Regjo kishte krijuar me kujdes gjatë viteve, dhe shpresën e dobët që ndoshta gjërat do të ndryshonin, që ndoshta Regjo do të kthehej në burrin që ajo kishte njohur dikur, edhe pse ajo e dinte thellë brenda se ai burr nuk kishte ekzistuar kurrë, se ai kishte qenë vetëm një maskë që Regjo kishte mbajtur derisa e kishte siguruar atë, derisa e kishte bërë të varur, derisa e kishte izoluar nga të gjithë të tjerët dhe pastaj maska kishte rënë dhe ajo që kishte mbetur ishte ky burr që e konsideronte atë si pronë të tij, si një send që ai kishte blerë me punën e tij, me kohën e tij, me talentin e tij, dhe që tani i përkiste atij në mënyrën më absolute të mundshme, një pronë që ai do ta mbante derisa njëri prej tyre do të largohej nga kjo botë, dhe siç e dim, Nexhmia u largua e para, në 26 shkurt të vitit 2013, në moshën 69 vjeç, dhe Regjo jetoi edhe 5 vjet pas saj, duke luajtur rolin e burrit të shkatëruar, të burrit që kishte humbur dashurinë e jetës së tij, dhe askush nuk e sfidoi atë narrativ, askush nuk e pyeti se çfarë kishte ndodhur vërtet në atë martesë. Askush nuk e pyeti sepse Nexhmia kishte duket kaq e lodhur, kaq e thyer, kaq e dëshpëruar në vitet e saj të fundit, derisa tani, më shumë se 10 vjet pas largimit të saj, ne më në fund po fillojmë ta pyesim, po fillojmë ta hetojmë.
Po fillojmë ta zbulojmë të vërtetën që ishte fshehur për aq kohë, të vërtetën që Nexhmia la pas në atë ditar, në ato fjalë të shkruara me një dorë që dridhej, me një shpirt që po vdiste, me një zemër që po kërkonte të kuptojë, të dëgjojë, të besojë, edhe nëse kjo do të ndodhte vetëm pas largimit të saj, edhe nëse kjo do të ndodhte kur ishte tepër vonë për ta shpëtuar, por jo tepër vonë për ta nderuar, për ta kujtuar, për ta përdorur historinë e saj si një paralajmërim, si një mësim, si një thirrje për të gjitha gratë që jetojnë në kafaze të ngjashme, që vuajnë në heshtje, që buzëqeshin në publik ndërsa brenda tyre diçka po vdes? A mund ta kishim shpëtuar? A mund të kishim parë shenjat, të kuptuarit sinjalet që ajo po jepte çdo herë që këndonte Bareshën me atë dhimbje në zë që ishte shumë e vërtet për të qenë vetëm art? A mund të kishim ndërhyrë, të kishim thënë diçka, të kishim bërë diçka për ta ndihmuar atë grua që po mbytej para syve tanë ndërsa ne duartrokitnim dhe kërkonim bis? Apo ishim të gjithë bashkëfajtorë në heshtjen tonë, në pranimin tonë të mitit të dashurisë së përsosur, në dëshirën tonë për të besuar se ajo që shikonim në skenë ishte e vërtet, kur thellë brenda ne e dinim se diçka nuk ishte në rregull, se askush nuk mund të këndonte me aq dhimbje nëse nuk po jetonte atë dhimbje çdo ditë, se askush nuk mund të kishte ato sy kaq të zbrazët nëse nuk kishte humbur gjithçka që e bënte jetën të vlente për t'u jetuar. Në dhjetor të vitit 2011, vetëm 14 muaj para se Nexhmia Pagarusha të largohej nga kjo botë, një grua e re me emrin Shpresa Kelmendi, gazetare investigative që punonte për një revistë të pavarur në Prishtinë, mori një telefonat anonime nga një zëfemëror që i tha vetëm këto fjalë: nëse doni të dini të vërtetën për Nexhmia Pagarushën, shkoni në parkun e qytetit nesër në orën 5 pasdite dhe uluni në stolin pranë çeshmës qendrore. Dikush do t'ju jap diçka që do të ndryshoj gjithçka që mendoni se dini për të. Shpresa, që kishte punuar në disa artikuj për gra të famshme shqiptare dhe që kishte gjithmonë një ndjenjë se diçka nuk ishte në rregull me historinë zyrtare të Nexhmia Pagarushës, vendosi të shkonte, edhe pse ajo nuk e dinte nëse kjo ishte një grack, një shaka, apo diçka e vërtetë. Ajo shkoi në atë park në orën e caktuar, u ul në atë stol dhe pas 15 minutash pritjeje, një grua e vjetër me një shall të zi që i mbulonte kokën ju afrua, u ul pranë saj pa thënë asgjë, dhe vendosi një zarf të vogël midis tyre në stol, pastaj u ngrit dhe u largua pa shikuar mbrapa, pa thënë asnjë fjalë, duke lënë Shpresën të shokuar, të konfuzuar, por edhe të kuriozuar për atë që përmbante ai zarf që dukej kaq i rëndësishëm sa dikush kishte rrezikuar të takohej me një gazetare në një vend publik për ta dorëzuar. Shpresa mori zarfin, e futi në çantën e saj dhe u largua nga parku duke u siguruar se askush nuk po e ndiqte, duke u siguruar se ajo nuk po vëzhgohej, sepse ajo kishte mësuar nga vitet e punës së saj si gazetare se ka histori që njerëzit nuk duan të dalin në dritë, ka të vërteta që fuqitë e caktuara duan të mbeten të fshehura, dhe se nëse dikush po i jepte diçka në këtë mënyrë të fshehtë, atëherë ajo që përmbante ai zarf ishte diçka që mund të ishte e rrezikshme, e kontroversiale, e fuqishme. Kur Shpresa arriti në shtëpinë e saj dhe hapi zarfin, ajo gjeti brenda një letër të shkruar me dorë që fillonte me fjalët: Zonja Kelmendi, unë jam dikush që e njeh Nexhmia Pagarushën prej shumë vitesh. Dikush që ka parë atë që askush tjetër nuk ka parë, dikush që ka dëgjuar atë që askush tjetër nuk ka dëgjuar, dhe dikush që nuk mund të hesht më, sepse heshtja është bashkëfajësi. Dhe unë nuk dua të vdes duke ditur se unë isha bashkëfajtore në vuajtjen e një gruaje që meritonte më mirë, që meritonte të jetonte, jo vetëm të ekzistonte, që meritonte të ishte e lirë, jo të burgosur në një kafaz të artë që të gjithë e admironin, por që askush nuk e kuptonte se sa i dhimbshëm ishte nga brenda. Letra vazhdonte duke përshkruar incidente specifike që kishin ndodhur gjatë viteve, incidente që tregonin një model të qartë të abuzimit psikologjik, të kontrollit, të izolimit, të manipulimit që Rexho Mulliqi kishte ushtruar mbi Nexhmia Pagarushën për dekada, incidente që autori i letrës kishte parë me sytë e vet, kishte dëgjuar me veshët e vet, por që kishte heshtur për shkak të frikës, për shkak të turpit, për shkak të besimit se askush nuk do ta besonte, se askush nuk do ta merrte seriozisht, se sistemi do të mbrojë Rexhon sepse ai ishte një burr i respektuar, një kompozitor i famshëm, një figurë publike që kishte kontribute të mëdha në kulturën shqiptare, ndërsa Nexhmia, edhe pse ishte e famshme, ishte ende një grua. Dhe në atë shoqëri, në atë kohë, fjalët e një gruaje kundër një burri të respektuar nuk kishin peshë, nuk kishin vlerë, nuk kishin fuqi për të ndryshuar asgjë. Letra përshkruante një incident që kishte ndodhur në vitin 2003, kur Nexhmia kishte performuar në një koncert bamirësie në Tiranë dhe pas shfaqjes një grua e re, një admiruese që kishte ardhur nga Kosova vetëm për ta parë,
Kishte ardhur në dhomën e ndarjes për t'i dhënë një buqet lulesh dhe për t'i thënë se sa shumë e admironte, se sa shumë zëri i saj kishte prekur jetën e saj, se sa shumë ajo e konsideronte si një model, si një grua të fortë që kishte arritur gjithçka në një botë ku gratë shpesh nuk kishin mundësi. Nexhmia kishte falendëruar atë vajzë me një buzëqeshje që dukej e sinqertë, por kur vajza kishte dalë dhe dera ishte mbyllur, Rexho, që kishte qenë i pranishëm gjatë gjithë asaj bisede, kishte shpërthyer me një zemërim që kishte tmerruar të gjithë ata që ishin në dhomë, duke akuzuar Nexhmien se ajo kishte qenë shumë e ngrohtë me atë vajzë, se ajo kishte buzëqeshur shumë, se ajo po përpiqej të tërhiqte vëmendje, se ajo po harronte se kush ishte, se kush e kishte bërë atë që ishte, se pata ajo nuk do të ishte asgjë, dhe se nëse ajo do të vazhdonte të sillej në këtë mënyrë, ai do të sigurohej se ajo do të kuptonte se çfarë do të thoshte të humbiste gjithçka që kishte. Autori i letrës, që kishte qenë në atë dhomë si pjesë e ekipit organizues, shkruante se ai kishte parë frikën në sytë e Nexhmie Pagarushës, kishte parë se si trupi i saj u ngurtësua, se si zëri i saj u ul në një përshpëritje kur ajo kërkoi falje për diçka që nuk kishte bërë asgjë të keqe, se si ajo u përpoq ta qetësonte Rexhon me fjalë të buta, me premtime se ajo nuk do ta bënte më, se ajo do të ishte më e kujdesshme, se ajo do të kujtonte gjithmonë se pata ajo nuk ishte asgjë, dhe autori shkruante se ai kishte ndjerë një ndjenjë të thellë turpi atë ditë, sepse ai kishte parë një grua të madhe, një grua që kishte dhënë kaq shumë për kulturën e saj, për popullin e saj, duke u trajtuar si një fëmijë i keq që kishte nevojë për ndëshkim, dhe ai nuk kishte bërë asgjë, nuk kishte thënë asgjë, sepse ai kishte frikë, sepse ai nuk donte të përfshihej, sepse ai mendonte se nuk ishte puna e tij, kur në të vërtetë ishte puna e të gjithëve, ishte përgjegjësia e të gjithëve që shihnin diçka. Të gabuar të flisnin, të vepronin, të mbronin ata që nuk mund të mbronin veten. Shpresa Kelmendi lexoi atë letër me një ndjenjë rritëse të shokut dhe zemërimit, dhe ajo vendosi se ajo duhej të hetonte më tej, se ajo duhej të gjente më shumë dëshmi, se ajo duhej të fliste me më shumë njerëz që kishin njohur Nexhmien dhe Rexhon, se ajo duhej të ndërtonte një rast kaq të fortë sa askush nuk do të mund ta mohonte, askush nuk do të mund ta injoronte. Askush nuk do të mund të thoshte se ishte thjesht një shpifje, një përpjekje për të shkatëruar reputacionin e një burri të respektuar. Ajo filloi të kontaktonte njerëz që kishin punuar me Nexhmien gjatë viteve, muzikant, teknik, organizator të koncerteve, dhe ngadalë, shumë ngadalë, ajo filloi të mbledh copëza të një mozaiku që kur u vu së bashku tregonte një pamje të qartë të asaj që kishte ndodhur, një pamje që ishte e ndryshme nga ajo që të gjithë besonin. Një pamje që tregonte se Nexhmie Pagarusha nuk kishte jetuar një jetë të përsosur, por kishte jetuar një jetë të shkatëruar nga brenda nga një burr që pretendonte se e donte, por që në të vërtetë e zotëronte, që pretendonte se po e mbrojte, por që në të vërtetë po e burgosnte, që pretendonte se po bënte atë që ishte më e mira për të, por që në të vërtetë po bënte atë që ishte më e mira për veten e tij, për egon e tij, për nevojën e tij për kontroll, për frikën e tij se nëse ajo do të ishte e lirë, ajo do të zbulonte se nuk kishte nevojë për të, se ajo mund të jetonte pa të, se ajo mund të ishte e lumtur pa të. Por ndërsa shpresa po punonte në këtë hetim, diçka ndodhi që e ndryshoi gjithçka, diçka që e bëri hetimin e saj jo vetëm një projekt gazetaristik, por një mision personal, një detyrë që ajo ndjeu se i detyrohej Nexhmie Pagarushës, edhe pse ajo nuk e kishte njohur kurrë personalisht. Në 26 shkurt të vitit 2013, Nexhmie Pagarusha u largua nga kjo botë në shtëpinë e saj në Prishtinë, dhe lajmi u përhap shpejt nëpër Kosovë dhe Shqipëri, dhe njerëzit qanë për zërin që kishin humbur, qanë për këngët që nuk do të dëgjonin më, qanë për yllin që kishte ndriçuar jetën e tyre për dekada, por shpresa Kelmendi nuk qau vetëm për këto gjëra, ajo qau sepse ajo e dinte se Nexhmia kishte vdekur pa që e vërteta të dilte në dritë, pa që njerëzit të dinin se çfarë kishte vuajtur, pa që drejtësia të arrijej, dhe ajo ndjeu një ndjenjë të thellë faji, një ndjenjë se ajo kishte dështuar, se ajo nuk kishte qenë mjaft e shpejtë, mjaft e guximshme, mjaft e vendosur për ta ndihmuar Nexhmien kur ajo ishte ende e gjallë, kur ajo ende kishte nevojë për ndihmë, kur ajo ende po vuante çdo ditë në atë burg të padukshëm që askush nuk e shihte, që askush nuk e besonte, që askush nuk e kuptonte. Por shpresa vendosi se ajo nuk do të lejonte që historia e Nexhmie Pagarushës të varrohej me të, se ajo do të vazhdonte hetimin e saj, se ajo do të sigurohej që e vërteta të dilte në dritë, edhe nëse kjo do të ndodhte pas largimit të Nexhmie Pagarushës, edhe nëse kjo do të ishte tepër vonë për ta shpëtuar, por jo tepër vonë për ta nderuar, për ta kujtuar, për ta përdorur historinë e saj si një paralajmërim, si një mësim, si një thirrje për të gjitha gratë që jetojnë në kafaze të ngjashme.
Në muajt që pasuan largimin e Nexhmie Pagarushës, shpresa Kelmendi intensifikoi hetimin e saj dhe ajo filloi të gjente gjithnjë e më shumë njerëz që ishin të gatshëm të flisnin, njerëz që kishin heshtur për vite nga frika, nga turpi, nga besimi se askush nuk do t'i besonte, por që tani, pas largimit të Nexhmie Pagarushës, ndjenin se kishin një detyrë morale për të folur, për të treguar të vërtetën, për të siguruar se vuajtja e saj nuk do të harrohej, se historia e saj nuk do të shtrembërohej, se emri i saj nuk do të përdorej për të përforcuar mitin e dashurisë së përsosur, kur në të vërtetë historia e saj duhet të përdorej për të shkatëruar atë mit, për të treguar se dashuria që bëhet posedim nuk është dashuri, se burri që izolon nuk është mbrojtës, se kafazi i artë mbetet kafaz pavarësisht se sa i bukur duket nga jashtë. Ajo foli me Fahrie Krasniqi, kushërira e Nexhmie Pagarushës, që i dha atë ditar që Nexhmia i kishte lënë në vitin 1985, atë ditar që përmbante të vërtetën e shkruar me dorën e Nexhmie Pagarushës, me fjalët e saj, me dhimbjen e saj, me dëshpërimin e saj. Ajo foli me muzikantë që kishin punuar me Nexhmien dhe që kishin parë se si Rexho e trajtonte, se si ai e kontrollonte, se si ai e izolonte, se si ai e bënte të ndjej e vogël, e pavlefshme, e varur prej tij. Ajo foli me organizatorë të koncerteve që kishin parë incidente kur Rexho kishte shpërthyer me zemërim për gjëra të vogla, për gjëra që nuk kishin asnjë rëndësi, por që për të ishin prova të tradhtisë së Nexhmie Pagarushës, të mosbindjes së saj, të dëshirës së saj për t'u larguar nga ai. Ajo foli me fqinjë që kishin jetuar pranë shtëpisë së Nexhmie Pagarushës dhe Rexho Mulliqit dhe që kishin dëgjuar zëra, kishin parë gjëra, kishin ndjerë se diçka nuk ishte në rregull, por që nuk kishin guxuar të ndërhynin sepse mendonin se nuk ishte puna e tyre, se ajo që ndodhte brenda një martese ishte private, se ata nuk kishin të drejtë të gjykonin, kur në të vërtetë ata kishin detyrën morale për të ndërhyrë kur shihnin dikë që po vuante, kur shihnin dikë që kishte nevojë për ndihmë, kur shihnin dikë që po mbytej ngadalë para syve të tyre. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, shpresa Kelmendi ndërtoi një rast që ishte i pamohueshëm, një rast që tregonte se Nexhmie Pagarusha kishte jetuar në një marrëdhënie abuzive për dekada, një marrëdhënie ku ajo ishte kontrolluar, izoluar, manipuluar, ku ajo kishte humbur veten, ku ajo kishte jetuar në frikë konstante, ku ajo kishte vuajtur në heshtje sepse ajo nuk kishte pasur zgjedhje tjetër, sepse sistemi nuk e mbrojte, sepse kultura e fajsonte, sepse njerëzit nuk e besonin, sepse ajo ishte e kapur në një rrjet nga i cili nuk kishte shpëtim. Dhe në shtator të vitit 2013, 7 muaj pas largimit të Nexhmie Pagarushës, shpresa Kelmendi botoi një artikull të gjatë investigativ në revistën ku ajo punonte, një artikull që kishte titullin Çmimi i Bareshës, historia e vërtetë e Nexhmie Pagarushës, një artikull që shkaktoi një tërmet në Kosovë dhe Shqipëri, një artikull që njerëzit e lexuan me shok, me mosbesim, me zemërim, me trishtim, me ndjenjë faji, sepse ata kuptuan se ata kishin qenë bashkëfajtor në heshtjen e tyre, në pranimin e tyre të mitit të dashurisë së përsosur, në dëshirën e tyre për të besuar se ajo që shikonin në skenë ishte e vërtetë, kur thellë brenda tyre e dinin se diçka nuk ishte në rregull, se askush nuk mund të këndonte me aq dhimbje nëse nuk po jetonte atë dhimbje çdo ditë. Artikulli i shpresa Kelmendi përmbante fragmente nga ditari i Nexhmie Pagarushës, përmbante dëshmi nga njerëz që kishin parë incidente, përmbante analiza nga psikologë që shpjegonin se si funksionon abuzimi psikologjik, se si një person mund të kontrollojë një person tjetër pa përdorur dhunë fizike, se si izolimi, manipulimi, fajsimi, kërcënimet e vazhdueshme mund të thyejnë shpirtin e një personi po aq efektivisht sa dhuna fizike, madje edhe më efektivisht sepse plagët psikologjike nuk shihen, nuk mund të fotografohen, nuk mund të përdoren si provë në gjykatë, dhe prandaj viktima mbetet e izoluar, e pabesuar, e fajsuar për vuajtjen e saj. Artikulli përmbante gjithashtu një analizë të Bareshës, të asaj këngë që ishte bërë himni i një kombi, dhe shpresa argumentonte se ajo këngë nuk duhej të dëgjohej më si një këngë dashurie, por si një këngë burgu, si një testament i dhimbjes së Nexhmie Pagarushës, si një thirrje për ndihmë që askush nuk e kishte dëgjuar, si një provë se edhe kur ne mendonim se po dëgjonim art, ne në të vërtetë po dëgjonim vuajtje, po dëgjonim një grua që po mbytej para syve tanë ndërsa ne duar trokitnim dhe kërkonim bis. Reagimi ndaj artikullit ishte i ndarë, por i fuqishëm. Disa njerëz e besuan menjëherë, sepse ata kishin parë shenjat, kishin ndjerë se diçka nuk ishte në rregull, kishin pasur dyshime por nuk kishin guxuar t'i shprehnin. Dhe tani ata ndjenin një përzierje lehtësimi që e vërteta kishte dalë në dritë dhe faji që ata nuk kishin bërë më shumë për ta ndihmuar Nexhmien kur ajo ishte ende e gjallë.
Të tjerë e mohuan me zemërim, duke thënë se ishte shpifje, se ishte një përpjekje për të shkatëruar reputacionin e një burri të respektuar, se shpresa Kelmendi po përpiqej të bënte emër duke përdorur emrin e Nexhmie Pagarushës, se ajo nuk kishte të drejtë të fliste për një martesë që ajo nuk e kishte jetuar, se ajo nuk e dinte se çfarë kishte ndodhur vërtet midis Nexhmie Pagarushës dhe Rexho Mulliqit, se ajo po gjykonte nga jashtë një marrëdhënie që ishte komplekse, që kishte pasur momente të mira dhe momente të këqija si çdo martesë, dhe se ajo po zgjidhte të fokusohej vetëm në momentet e këqija për të krijuar një narrativ që përshtatet me agjendën e saj feministe. Por ndërsa javët kalonin, ndërsa më shumë njerëz dolën përpara me historitë e tyre, ndërsa më shumë dëshmi u zbuluan, ndërsa më shumë ekspert analizuan rastin dhe konfirmuan se modeli i sjelljes që përshkruhej ishte tipik i abuzimit psikologjik, ndërsa më shumë gra dolën përpara dhe thanë se ato kishin jetuar situata të ngjashme dhe se ato e njihnin atë dhimbje, atë frikë, atë ndjenjë të qenit e kapur në një rrjet nga i cili nuk kishte shpëtim, opinia publike filloi të ndryshonte dhe njerëzit filluan të pranojnë se ndoshta ajo që shpresa Kelmendi kishte shkruar ishte e vërtetë, se ndoshta Nexhmie Pagarusha kishte vuajtur në heshtje për dekada, se ndoshta ajo që ata kishin menduar se ishte një histori dashurie ishte në të vërtetë një histori burgu, një histori shkatërimi, një histori se si një burr mund të shkatërrojë një grua duke pretenduar se e don. Rexho Mulliqi, që në atë kohë ishte 75 vjeç dhe që jetonte ende në atë shtëpi të madhe në Prishtinë ku Nexhmia kishte jetuar dhe kishte vdekur, u përball me një val kritikash dhe zemërimi që ai nuk e kishte pritur, që ai nuk e kishte imagjinuar se do të ndodhte, sepse ai kishte menduar se ai kishte kontrolluar narrativën, se ai kishte siguruar që historia që do të tregojë do të ishte historia e tij, historia e dashurisë së madhe, historia e çiftit perfekt, historia e burrit që kishte dashur gruan e tij aq shumë sa nuk kishte mundur të jetonte pa të, por tani ajo narrativ po shkatërrohej, po zëvendësohej me një narrativ tjetër, një narrativ që e tregonte atë jo si një dashurues, por si një abuzues, jo si një mbrojtës, por si një burg, jo si një partner, por si një zotërues. Ai u përpoq të mohonte akuzat, dha disa intervista ku ai foli me një zë që dridhej nga zemërimi dhe dhimbja, ku ai tha se ai kishte dashur Nexhmien më shumë se jetën e tij, se ai kishte bërë gjithçka për të, se ai kishte sakrifikuar gjithçka për të, se ai kishte qenë ai që e kishte bërë atë që ishte, se pa të ajo nuk do të ishte asgjë, dhe se tani njerëzit që nuk e njihnin, që nuk e kuptonin, që nuk kishin jetuar atë që ai kishte jetuar, po përpiqeshin ta shkatërronin reputacionin e tij, po përpiqeshin ta bënin atë të dukej si një njeri i keq kur në të vërtetë ai kishte qenë viktima, ai kishte qenë ai që kishte vuajtur, ai kishte qenë ai që kishte humbur gruan që ai donte më shumë se gjithçka në këtë botë. Por sa më shumë ai fliste, aq më pak njerëzit e besonin, sepse fjalët e tij zbulonin diçka që ai nuk e kuptonte se po zbulonte, zbulonim atë mentalitet posesiv që kishte qenë në zemër të problemit, atë besim se Nexhmia i përkiste atij, se ajo ishte krijimi i tij, se pa të ajo nuk do të ishte asgjë, dhe njerëzit që dëgjonin këto fjalë kuptuan se kjo nuk ishte dashuri, kjo ishte posedim, kjo ishte kontrolli, kjo ishte ajo që Nexhmia kishte shkruar në ditarin e saj, kjo ishte ajo që ajo kishte vuajtur për dekada, dhe ata ndjenin një ndjenjë të thellë zemërimi ndaj këtij burri që ende, edhe pas largimit të Nexhmie Pagarushës, ende po përpiqej ta kontrollonte narrativën, ende po përpiqej ta zotëronte edhe kujtimin e saj, edhe historinë e saj, edhe mënyrën se si ajo do të kujtohej. Rexho Mulliqi u tërhoq nga jeta publike pas atyre intervistave, u mbyll në shtëpinë e tij dhe jetoi vitet e tij të fundit në izolim, i rrethuar nga kujtimet e asaj që kishte bërë, nga fantazmat e gruas që ai kishte shkatëruar, nga realizimi i ngadalt, i dhimbshëm se ai nuk do të kujtohej si burri që kishte dashur Nexhmie Pagarushën, por si burri që e kishte shkatëruar, si burri që e kishte mbajtur të burgosur, si burri që e kishte vrarë ngadalë ditë pas dite, vit pas viti, derisa nuk kishte mbetur asgjë nga ajo që ajo kishte qenë. Rexho Mulliqi u largua nga kjo botë në mars të vitit 2018, në moshën 80 vjeç, në të njëjtën shtëpi ku Nexhmia kishte jetuar dhe kishte vdekur, dhe varrimi i tij ishte i vogël, i heshtur, me vetëm disa antar të familjes dhe disa miq të vjetër që ende besonin në të, që ende mendonin se ai kishte qenë viktimë e një fushate shpifse, që ende nuk mund të pranonin se burri që ata kishin njohur, që ata kishin respektuar, që ata kishin admiruar, kishte qenë gjithashtu një burr që kishte shkatëruar jetën e gruas që ai pretendonte se e donte. Nuk kishte politikan, nuk kishte artist, nuk kishte mira njerëz që vinin për t'i dhënë lamtumirën e fundit siç kishte qenë në varrin e Nexhmie Pagarushës.
Emri i tij, që dikur kishte qenë sinonim i talentit dhe suksesit, tani ishte sinonim i abuzimit dhe kontrollit, dhe kur arkivoli i tij u ul në tokë, pranë varrit të Nexhmie Pagarushës, disa njerëz që ishin atje nuk mund të mos mendonin për ironinë e kësaj, se edhe në vdekje Rexho ishte pranë Nexhmie Pagarushës, sikur ai ende e zotëronte, ende e kontrollonte, ende nuk e linte të ishte e lirë. Edhe pse tani të dy ishin thjesht eshtra në tokë, thjesht kujtime që do të zbeheshin me kalimin e viteve, thjesht emra që do të përmendeshin në librat e historisë, por me kuptime shumë të ndryshme nga ato që ata kishin imagjinuar kur ishin të gjallë. Sot, më shumë se 10 vjet pas largimit të Nexhmie Pagarushës, emri i saj ende dëgjohet në çdo cep të Kosovës dhe Shqipërisë, këngët e saj ende këndohen, zëri i saj ende dëgjohet, Baresha ende është himni që çdo shqiptar e di përmendesh. Por tani kur njerëzit e dëgjojnë atë këngë, ata e dëgjojnë ndryshe, ata nuk e dëgjojnë më si një këngë dashurie, ata e dëgjojnë si një këngë burgu, si një këngë për një grua që ishte e burgosur nga burri i saj, që nuk mund të fluturonte, që nuk mund të jetonte, që mund vetëm të këndonte nga brenda kafazit të saj, dhe çdo herë që ata e dëgjojnë, ata kujtojnë se çmimi i Bareshës nuk u pagua me para, u pagua me jetën, lirinë dhe shpirtin e një gruaje që meritonte të fluturonte, por që u detyrua të këndonte nga brenda hekurave. Historia e Nexhmie Pagarushës është një histori paralajmëruese për të gjithë ne, një histori që na mëson se dashuria që bëhet posedim nuk është dashuri, se burri që izolon nuk është mbrojtës, se kafazi i artë mbetet kafaz pavarësisht se sa i bukur duket nga jashtë, se ne duhet të jemi vigjilent, duhet të jemi të guximshëm, duhet të jemi të gatshëm për të folur kur shohim diçka të gabuar, për të ndërhyrë kur shohim dikë që po vuajtur, për të mbrojtur ata që nuk mund të mbrojnë veten, dhe se heshtja është bashkëfajtore, se të mos bësh asgjë është të zgjedhësh anën e abuzuesit, se të pranosh mitin e çiftit perfekt është të mohosh vuajtjen e viktimës. Nexhmie Pagarusha meritonte më mirë, ajo meritonte një jetë ku ajo mund të ishte e lirë, ku ajo mund të këndonte sepse e donte muzikën, jo sepse dikush tjetër e detyronte, ajo meritonte një dashuri që e bënte të ndjej e plot. Jo një dashuri që e shkatëronte, ajo meritonte të fluturonte, jo të mbahej në kafaz, dhe ne si shoqëri dështuam ta mbrojnim atë, dështuam ta shpëtonim atë, dështuam ta dëgjonim atë, dhe kjo është një turp që ne duhet ta mbajmë. Një turp që duhet të na motivojë për të bërë më mirë, për të qenë më të mirë, për të siguruar që asnjë grua tjetër të mos vuajë siç vuajti Nexhmie Pagarusha, që asnjë grua tjetër të mos jetojë në një kafaz të artë që nga jashtë duket perfekt, por që nga brenda është një ferr që konsumon çdo ditë pak më shumë nga shpirti derisa nuk mbetet asgjë për të konsumuar, derisa ajo bëhet vetëm një hije që ecën dhe flet dhe këndon, por që nuk jeton në asnjë mënyrë që ka kuptim. Por a kemi mësuar nga historia e Nexhmie Pagarushës? A kemi ndryshuar si shoqëri? A jemi më të gatshëm tani për të parë shenjat, për të dëgjuar thirrjet për ndihmë, për të ndërhyrë kur shohim dikë që po vuajtur? Apo ende po jetojmë në një botë ku gratë si Nexhmia vuajnë në heshtje, ku burrat si Rexho kontrollojnë dhe izolojnë dhe shkatërrojnë pa pasoja, ku sistemi mbron abuzuesit dhe fajson viktimat, ku kultura na mëson se dashuria do të thotë sakrifik, kur në të vërtetë dashuria e vërtetë do të thotë respekt, barazim, liri për të qenë vetja jote e plot, jo një version i zvogëluar i vetes që dikush tjetër ka krijuar për të përmbushur nevojat e tij. Këto janë pyetjet që ne duhet t'i bëjmë vetes, këto janë pyetjet që historia e Nexhmie Pagarushës na detyron t'i bëjmë, dhe përgjigjet që ne japim do të përcaktojnë nëse vuajtja e saj ishte e kotë, apo nëse ajo do të shërbejë si një katalizator për ndryshim, si një thirrje për veprim, si një kujtesë se ne të gjithë kemi përgjegjësi për të mbrojtur ata që janë më të cenueshëm, për të folur kur shohim padrejtësi, për të ndërtuar një botë ku çdo person, pavarësisht nga gjinia, ka të drejtën për të jetuar me dinjitet, me liri, me dashuri të vërtetë që nuk kërkon posedim, por që feston individualitetin, që nuk kërkon kontroll, por që mbështet rritjen, që nuk ndërton kafaze, por që hap dyrë. Miq, ne ju tregojmë historinë e Nexhmie Pagarushës, një grua që ishte zëri i një kombi, por që vetë nuk kishte zë në jetën e saj, një grua që këndonte për dashuri, por që vetë nuk e njohte dashurinë e vërtetë. Një grua që jetoi në një kafaz të artë që nga jashtë dukej perfekt, por që nga brenda ishte një ferr që zgjaste dekada. Por tani ne duam të dëgjojmë zërin tuaj. Si e shihni këtë histori? Mendoni se Nexhmie Pagarusha ishte viktime e një burri abuzues dhe e një shoqërie që nuk e mbrojti, apo mendoni se ajo mbante një pjesë të përgjegjësisë për zgjedhjet që bëri? Mendoni se Rexho Mulliqi ishte një burr i keq që me vetdije e shkatërroi Nexhmien, apo mendoni se ai ishte një burr i sëmurë që nuk e kuptonte se çfarë po bënte?
Dhe çfarë mendoni për ne, për shoqërinë që duar trokiti për Nexhmien ndërsa ajo po vdiste para syve tanë, që besoi mitin e çiftit perfekt ndërsa e vërteta ishte kaq e ndryshme? A mbajmë një pjesë të fajit për atë që i ndodhi? Shkruani mendimet tuaja në komentet më poshtë. Na tregoni nëse e mbani mend Nexhmie Pagarushën, nëse keni dëgjuar këngët e saj, nëse Baresha ka qenë pjesë e jetës suaj dhe nëse keni menduar ndonjëherë për atë që ndodhte pas skenës, pas buzëqeshjes, pas zërit të mrekullueshëm. Na tregoni gjithashtu nëse njihni histori të tjera si e saj, histori grash që jetojnë në kafaze të arta, që vuajnë në heshtje, që nuk kanë zë, që nuk kanë zgjedhje, që nuk kanë rrugë dalje. Sepse vetëm duke folur, duke ndarë, duke kujtuar, ne mund të sigurohemi që e vërteta nuk vdes, që viktimat nuk harrohen dhe që ndoshta, vetëm ndoshta, gjeneratat e ardhshme do të mësojnë nga gabimet e së kaluarës dhe do të krijojnë një botë ku gratë mund të jenë të lira, ku dashuria është e vërtetë, ku kafazet e arta nuk ekzistojnë më. Nëse mendoni se kjo histori meriton të dëgjohet nga më shumë njerëz, vendosni një pëlqim dhe abonohuni në kanalin ton. Sepse ne do të vazhdojmë të zbulojmë të vërteta që të tjerët duan t'i fshehin, do të vazhdojmë t'u japim zë atyre që janë heshtuar dhe do të vazhdojmë të luftojmë për drejtësi, edhe kur bota na thotë të heshtim. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Faleminderit që dëgjuat. Dhe faleminderit që nuk harroni se pas çdo këngëje të bukur mund të fshihet një histori e dhimbshme, se pas çdo çifti që duket perfekt mund të fshihet një realitet i tmerrshëm, dhe se çdo grua, edhe më e famshmja, meriton të shihet jo si pronë, jo si projekt, por si qenie njerëzore, me dinjitet, me të drejta, me një shpirt që mund të thyet, por që meriton të mbrohet, të dashurohet, të respektohet. Nexhmie Pagarusha ishte zëri ynë, por ajo vetë nuk kishte zë. Dhe është përgjegjësia jonë të sigurohemi që historia e saj të tregohet, që e vërteta të njihet, që asnjë grua tjetër të mos vuajë siç